Euroscanner mundësohet nga Eurosig, Birra Stella, Kontakt dhe sponsor general Tirana Bank. Mirëmbrëma zonja dhe zotërin, mirë se vini në Euroscanner, ku ne së bashku me të ftuarit tanë ju përcjellim gjithë shka që ka ndodhur edhe këtë ditë të kampionatit evropian. Dhe sapo ka përfunduar dhe ndeshja e tretë e ditës së sotme, Gjermani-Polonim, një ndeshje pa fitues. Përshëndetje dhe mirëmbrëma, Viola që është tifoze që nuk e di me kë është ende, do ta zbulojmë, por Goni bëri një diçka theksoj se do ta zbulojmë për puntatën e dieshme, pa? E kemi zbuluar. E kemi zbuluar. Dyshe. Nuk e di se me kë është, nuk e shpresoj të jetë në Europë, jam e bindur për këtë, jo për te nga Brazili dhe Argentina. Mirë, sikundër Viola e theksoi, është mbyllur dita e sotme, rezultate shumë surprizë, përsëri referohem Pogonit, ta do të jetë ditë njëshash, po ka përceu në ditë dyshash. Dhe surprizat ishin të këtilla, është raundi i dytë i takimeve. Futbolli i këtij kampionati vazhdon me shpresën se raundi i dytë do të prodhonte gola, do të prodhojë më shumë lojë, por me sa duket diçka po ngec. Se çfarë nuk funksionon, forma fizike apo edhe janë forcuar skuadrat e dobta, ne do ta diskutojmë me të thuarit e sotëm si për herë. Ti më fal që po të ndërpres se po sheshe u tunde, a lëviz ai shumë ti sa mua sa po më ra dhe mikrofon. Jo mikrofoni, po kufja. Kufja mirë. Duket se isha pak emocionuar, më duket se jam tifoze me Gjermaninë. Me Gjermaninë. Po. Gabove. Tifoze me Gjermaninë dhe janë 1, 2, 3, 4, 5, 6. All Deutsch in this night. Mirë. Mund futet këtë Deutsche? Jo. Nuk fillova nga ty për. 5. Jo. Atëre, po profesorin e kemi thënë është Asnjanës. Prof, ju jeni Dutch, ne jemi Deutsch. Unë jam jashtë lojë, më Allah, fare, s'kam lidhje fare. Dhe Vila Gjindi, mirë se vjen. Është, më falë. Jo, vazhdo. Kërkëndjes, jo, thjesht do bëj emërtimin mos gaboj sepse jam rektore të Universiteti Luarasi, ta lëm pjesën e politikës për momentin, mbetemi tek arsimit dhe sporti shumë e rëndësishme. Apo jo në Vila? Perfekt. Për të vazhduar. Dasara Karajskaj, gazetare, prej shumë vitesh tashmë. Dasara. Sepse dhe unë njëri them Dasara, po. Dasara. Mirë se vjen Dasara. Dasara. E kam theksuar, se më gatron kjo eja shumë. Të ngatrojnë dhe njerë. Dhe Dasara, një tifoze e Gjermanisë, madje një ndër tifozet më të flakta. Më e vjetër se profesion. Kjo ishte shumë e bukur, më e vjetër dhe më e çmendur se sa profesioni. Atë se them do. Atë se thua do, interesante. Njësoj. Patrik Sadikaj, koleg, gazetarës, drejtori informacionin në Channel One dhe moderatori emisionit Lindon, po në Channel One, aty ku populli shfrenon komplet hallet e ti. Mirëmëngjes, Patrik. Edhe tifozët. Edhe tifozët, patjetër. Edhe tifozët me Gjermaninë, për të mos haruar njohës shumë i mirë dhe dashamirës i sportit, natyrisht gjatë tyre ditëve në një ngacmim nga, le të themi, nga teleshikuesit që ju kontaktojnë për kombëtaren? Për kombëtar, padyshim po. Pak ftohtë, po se duket se tifozët kanë shkuar gjithë në Francë, këtu s'ka ngel kush të komentojë. Si e shpjegon Patrik? Ja, ku jemi? Jo, them nga qytetarë. Po, patjetër, janë të shumë tifozët që kanë shkuar drejt Francës. Unë kam thënë dhe puntatën e parë, gjysma e shoqërisë time madje më shumë se gjysma kam ngelur dhe pa shoqet këtu. Eriol Zeshiraj, mirë se vjen në Euroscanner, koleg gjithashtu, moderator në TVSH. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe jam shumë i lumtur se jam rikthyer në shtëpi, apo jo Patrik? Kolori gjallë dukesh. Kolori gjallë. Brenda janë shumë ngjyra. Aty ku e ka nisur. Është kthyer aty ku e ka nisur. Po aty jam kthyer. Dhe me Patrikun domethënë që kanë filluar për të parë televizionin, gjendemi në një studio prapë bashkë, domethënë surprizë shumë e bukur. Çfarë u lidh me Gjermaninë, është çudi e madhe. Çfarë lidh me Gjermaninë? Nëse ne vilën ta pyesim, ha. As vetëm nuk e disha në lidhje me Gjermaninë, po ndoshta kur kemi parë për të parë futboll, ndoshta ka qenë Gjermania siç janë tifozët e Barcelonës atë vitit 2000, jemi neve të vitit 85 Gjermanisë. Këtë vjetë. Barceloni thotë 86. Edhe ju gazetarët, moderatorët, jeni si na trajnerët. Ikim, vim, kthehemi, rikthehemi, prapë ku kemi qenë, e ke parasysh? Edhe jo kështu është. Edhe Viola bëri merkato. Patjetër. Goxha blerje, thanë kolegët paktën, është shumë e rëndësishme. Paktën mes kolegëve ka bërë blerje të madhe, thanë momentin që s'ishte hapur akoma historia e Europianit. Qëre me Gjermaninë është duke u rritur tashmë vlera. Qëre me Gjermaninë ka të bëjë edhe çik me karakterin e secilit individ. Për domethënë në kuptimin tim tipat që do të jenë perfeksionista, mendoj unë. Jo si italianët që kanë ca probleme. Fillojnë kanë një sjellje krejt ndryshe nga ata gjermanikët.
Dhe... Gjithmonë. Halë jemi ne holandezët që... Por, jo, me qëse po flisin për Gjermaninë, dhe me thonë dhe krasimi pa që të vjen kokë, të vjen italianë. Po, desha të thosha që kjo e Gjermanisë me Italinë në Shqipëri është më e madhe se i nati një derbit, do më të një kalon edhe derbit. Që se im bledh tifozat shqiptarë, ata të Gjermanisë, me ata të Italisë bashkë, bëjnë namin për urrejtje më shumë se sa Tirana Partizani për shumë. Do më duhet, me që dolet e Tirana Partizani, prap do më duhet të ish një paralele me profesor Duron, ka qenë dhe këtu gjatë kampionatit, gjithmonë Tirana thoshte, këtë herë do fitojmë. Mirë, dakor. Gjithmonë të herë do fitojmë. Mirë, shumë mirë. Prapë rifeshin. Profesor, mos më thuaj që po gënjej. Po 2 vjetë ka që ndodhë. Po thua. Tani thot ka 2 vjetë, s'po thu para 20 vjetësh, për këto 2 vjetë po thu. Po pra, për këto 2 vjetë, pa tjetër. Këto po fletë edhe. 2 vjetë ka që ndodhë. Dikur, thojshin shu, dikur thojshin. Smajt men që... Unë uroj Gert që brenda këtij Europianit të përplasen Gjermani, Itali. Seriozisht e uroj. Sërish? Nuk do të doja. Sërish. Superplasin e kaluar, përplasin këtë radhë. Në video të vjen kesh për Profesor është vështirë më profesor, profesor Bogoni është vështirë. Unë uroj. Kesh nuk duhet. Unë uroj me gjithë shpirt, njerë do ta mundim në Italinë apo? Po pse kur e mundin tjerë na lehtësojnë punën? Edhe kjo nuk është keq. Kjo është më mirë, kjo është më mirë. Është më mirë që ne mundim historie me 4-1 historie me këmbë tokë këta italianët ngaherë. Mirë, më mirë flisni. Përshëndesim edhe Lunën nga Tirana Fanzon, si dhe Glenta Faj, ne kemi në një lidhje direkt. Përshëndetje me mbrëma. Me mbrëma, Luna, natyrisht pak tifoz janë të mërzitur, unë e kuptoj, e shoh edhe që ikin me vrap. Zakonisht kur ndodhin rezultate të tilla, bëjnë sikur se kanë mendjen shkose jam vonë, më duhet shkojnë në shtëpi nesër do të çohem erët për punë etj. Sa i gëzuar. Vetëm një italian i shikon që ikin me vrap. Atmosfera sot krahasuar me ditën e mbrëmshme, në fakt me mbrëmjen, ka qenë 8 e zbet, ndoshta për vetë faktin që ishte një rezultat 0-0, nuk shënoi Gjermania, megjithatë tifozët gjerman do të shpresuan deri në minutat e fundit, ndoshta ishte një ndeshje ku 65% të gjithë kohës minutazhit të ndeshjes ka qenë topi dhe fusha e poseduar nga gjermanët. Në fakt, edhe pse kishin 15 raste për shënuar, nuk ndodhi fati nuk ishte në anën e gjermanëve. Të shumë kanë qenë edhe polakët, por ato tifoz në fakt të cilët bëhen kundër Gjermanisë, vetëm se urrejnë Gjermaninë, të si ato që janë me italianët. Po më shumë një tifoz polak ke premio. E tha Gerti, janë bërë polak vetëm prej natit të Gjermanisë. Dhe thash, janë bërë me Polonin, vetëm që të mos fiton të Gjermania. Në fakt ka qenë një situatë jo fort e gëzueshme, një atmosferë që ka bërë që njerëzit të largonin edhe para pak se sa të përfundonte edhe rezultati zyrtarisht, në fakt edhe minutazhi kohor i ndeshjes. Të shumë kanë qenë edhe personat të cilët kanë preferuar që të vazhdojnë shoqërinë e tyre me aq ndoshta persona sa ishin mbledhur dhe në tryezë për të vazhduar dhe muhabetin dhe bisedën. Kanë qenë dhe personat të cilët e kanë parë këtë ndeshje jo se janë fort tifozë, megjithatë nuk kanë dashur të prononcohen. Ne në fakt do të kemi disa tifozë ndoshta pak më vonë, patjetër, por për të bërë ndoshta edhe një pasurim në lidhje me polak, të lutem. Po e gjeta një tifoz polak, je figurë. Mirë, faleminderit Glend, mirëmbrëma. Mi mbrëma, Gerti. Qa ndodh? Do kemi informacione që vinë nga kombëtarë, në fakt ka qenë një ditë pushimi sot, ndërkohë që edhe futbollistët përfaqësues sigurisht jo të gjithë të zhgënjur nga humbja me Francën nuk kanë postuar në Instagram, por një pjesë, pra rreth 4-5 futbollistë janë drejtuar këtij rrjeti të njohur social, pastaj në inbox komunikojnë shpesh ato sepse aty edhe nuk duken, kështu në Instagram duhet edhe të mblidhen pak sepse nëse postojnë shumë në përgjithësi shqiptarët kanë qef të thonë që nuk e kanë mendjen tek ndeshja, por e kanë mendjen tek rrjetet sociale. Pra kemi dhe diçka Glend interesante, e pam bashkë vjen nga Turqia, spektakolare. Atë kemi pastaj një tifoz turk shumë entuziast në fillim dhe shumë i natosur në fund, por do e ndjekim dhe atë pjesë të videos. Një video sigurisht gazmor. Vim pas pak. Do të kemi dhe më vonë lidhje Skype me Sulqen, është në Marseille, kam betur aty, shpresojmë të ikin, aty ishë për batutën, do iki, do drejt Parisit nga Lyon. Shkëtyra goma Sulqe? Si? Nuk është shkëtyra goma Sulqe? Se ka kapur trenin për... I ka ik trenin apo? Ka vendosur për Marseillezët. Nga që fletë shumë studium, duket i ka nga prej biletën që të deri në fund atje sa të marrë emisione, apo? Po shumë duket. Mirë do i kishte. Do hapim një bisedë vogël nisur edhe nga rrjetet sociale, paktën derisa dhe kronikat janë gati për të parë dhe Anglinë, Anglia është gati, tashmë për të edhe Gjermaninë për t'i përfshirë të dyja. Patrik, ç'a ndodh? Shumë interesanta, do desha edhe përfshirjen, Pogoni, profesor Durun e kanë përcjell, po edhe për thuarit e tjerë, tendenca shqiptare për të zbrazur inat, kryesisht e kombëtari referohem edhe reagimeve në rrjetet sociale dje. Është një legjendë të mërshme, nuk korrigjohemi kur. Jo, të herë sikur e kemi korrigjuar pak të drejtën. Nuk është se ka një
sigurisht përveç asaj mërzisë parë, që është normale, kur rriten pak pritshmëritë, se ne te kemi problem ne si tifozëri dhe si me që shkuam në Europian, tani kemi detyrimin që ata ta fitojnë edhe kampionatin, ta rrafin Francën, ta rrafin edhe Gjermaninë, pa lujt fare me të, por këtë herë megjithatë reagimi ka qenë disi më i matur, më pozitiv, se kemi parë vazhdimisht kurajo, mbështetje, të paktën me çfarë kam lexuar unë, ndoshta kam lexuar vetëm pozitivet, por me çfarë kam lexuar unë kam parë vetëm bravo Djema, na bot krenar Djema, super tifozëri, duhet thënë edhe kjo që ne kemi treguar një gjë shumë të rëndësishme, që dim edhe të bëjmë tifozlik pa qenë as rus, pa qenë as anglez pianec, por kemi qenë europian barabartë me francezët dhe kemi festuar bashkë. Edhe kemi servirur të bukurën, ë? Absolutisht. Kam parë sot në portalet spanjolle dhe ato italiane, dy tifozet simpatike të bukura. Unë them që strategji më të mirë komunikimi për botën, se sa prezenca jonë europian nuk ka. Europiani ka folur këtë herë edhe Shqip. Dhe kjo mjafton. Do të thënë, sigurisht sa ke hapin bën vrapin, po dhe pretendimet vinë duke u rritur dora dorës, por mendoj që kjo ka qenë një ëndër e bërë realitet. Ne e takuam europianin, sportistët tanë e takuan, tifozët tanë e takuan emocionin, dhe unë mendoj kjo është maksimumi që ne mund të marrim. Çdo ëndër, edhe unë mërzita shumë brëm. Madje edhe këtu e thash kur ulëm, guxova të mërzitesha. Edhe me veten time e thash me zot lart. Guxova të mërzitesha, nuk kisha arsye në fakt, sepse ne bëm 90 minuta lojë. Kurse unë në fund të ndeshjes thash këtë. Unë në fund të ndeshjes thash këtë që mërzihemi më shumë sepse bëm lojë të mirë. Dhe shkuam shumë afër dhe si me thënë hëngrëm në fund edhe kjo... Jo, nuk e hëngrëm në fund. Kishte një lojë të tërë që e hëngrëm. Jo, ne luajtëm shumë mirë tërë lojën, tani me thënë drejtën, skemat ishin shumë bukura, tash unë vërtet s'marr vesh nga futbolli aq, po jam aq vite ndjekse e futbollit sa të arrit bëj dhe një qëndrim tillë. Loja ishte e bukur, loja që u bëm brëm nuk krahasohet fare me lojën që bëri sot Gjermania, që unë e them edhe me keqardhjen që këtë, tani unë jam edhe tifozë Gjermanisë, kam që t'i bëj, po sot Gjermania bëri turp. Domethënë, loja e sotme e Gjermanisë ishte e turpshme. Kurse loja e djeshme në Shqipëri ishte shumë e bukur, ishte në nivele shumë të larta se ajo që është Gjermania. Nëse do shikonim kombëtarën shqiptare dje si një italian ose si një gjerman ose si një francez ose si një nuk e di se çfarë, do na dukej si një ekip i cili ishte mbyllur në mbrojtje gjithkohës. Dhe prisë vetë momentin e vetë, është gjëja më e thjeshtë mund të bëjë një ekip, të rinë mbrojtje gjithkohës dhe të dalin kundra sulm. Është vështirë ta mpash deri atje. Mendoj që kishim raste, po nuk e di unë, specialistët e dinë më mirë se 5 minuta janë të çdo ekipi. Në këtë frym Gerti, duke ndjekur sot edhe gjithë këto transmetimet live edhe nga rezidenca e ekipit kombëtar, mu duk, kam një perceptim, nga e shka dgjova pak e Debjazin live, dgjova nga një studio tjetër që i bërin ca pyetje të çuditshme, punë përqindjeshe, ku diun se çfarë, e ka lënë skuadrën pushim sot, vetë nuk mu duk entuziazm megjithëse bën 60 vjeç sot, domethënë edhe me meriton turohet. Ti e kishe uruar që në gjesë, e mora vesh të punë. Edhe nuk pa por e pash mu duk pak i pezmëtuar, nuk po shfaqte më atë entuziazmin dhe grintën që normalisht Arnei do t'i pari që ta rish shfaq skuadrën. Mu duk pak të nga jo si foli, si u komportu dhe çfarë tha, që edhe ai mbas është prekur nga këto, unë do t'i konsideroj bulla e ligjet e rrjeteve. Në fakt kanë të drejtë edhe kolegët që shko, është korrigjuar pak ai reagimi, po ka pasur gjithë duan të bëjnë trajnerin janë të unë kam përshtypjen sepse edhe reagimet mediatike, edhe nga mediat e tjera, edhe këtu tek ne, që gjithë kemi thënë që nuk ka pse të shajmë ekipin kombëtar, nuk ka pse të shajmë Debjazin, sepse është një mision i arritur, është një arritje deri atje. Ne tash të bëjnë gjithë profesorin dhe dalin dhe të thonë, shiko pse s'futi këtë, pse nxori atë, pse kaloi ky këtë, pse dole ende. Të gjitha këto janë presione që bien natyrisht, bien mbi skuadrën siç e ta mbërëm, por mbi këtë njeriu, që është trajneri, është head coach, është ai që ka gjithë ngarkesën, dhe jo vetëm të vetes, por duhet menaxhoj dhe grupin që ka përpara, do të thotë që ndikojnë. Edhe njëri i gjallësh, edhe i ndjenja ka, edhe emocione ka, edhe i ndjet ka shi presionit të madh që ka. Tashi
Unë uroj që të mos ndodhë kështu nga nesër e mbrapa. Kaq mjafton. Kaq mjafton. Nuk është vetëm çështje presioni, besoj, po ai ndoshta mund të jetë mërzitur më shumë se mund të jetë mërzitur çdo shqiptar. Ti ke fito barazimin, minuta 90. Patjetër. Apo me Sorduro, si mund të jetë një trajner në ato minutë? Më të mërziturit dje kanë qenë lojtarët dhe i vetë. Po goni ndryshe nga shqiptarët, pak që kemi lexuar dhe komente jo pozitive media. Në përgjithësi e kanë pasqyruar me nota shumë pozitive. Në një nga titujt ose postimet që ka tërhequr më shumë vëmendje nga këto mediat mjaft të njohura. Se ne kemi përgatitur dhe një kronik për jehonën e madhe mediatike që ka pësuar dhe ndeshja e Shqipërisë. Imazhi ka qenë realisht. Bukur ishte gazeta franceze i thoshte do të thonë ishte një me një uf të madh, një nga gazetat franceze. Sa udhërsida. E hëngrëm në fund Gracara. Po e thash titull më të bukur nuk ishte. Në fund nuk po kthesh gënjeve. Jo, megjithatë Patrik, ju keni kohë që menaxhoni dhe koordinoni informacionin politik edhe redaksitë e Ora edhe të Channel One. Natyrisht edhe pjesë e politikës në Vila, por një status më ka bërë përshtypje shumë interesant. Faleminderit i drejtori trajnerit që nuk e vodhe këtë vend, thotë. Përkundrazi as bardhë faqen e Shqipërisë, atë faqet nxirr nga politikanë shtetarë shqiptarë në këto 25 vjet. Kush është autori? Nuk e thotë autori, një qytetar. Më bëri përshtypje. Ka të drejtë. Gerdi. Ka të drejtë. Më falë, Patrik. Po. Unë e kemi thonë, ne kemi folë fjalë të mira për kombëtarën këto ditë, se gjithë kemi qenë në unison, nuk diskutohet edhe për trajnerin, edhe për kombëtarën, edhe për tifozat. Me vërtet ka qenë një imazh fantastik, sepse është eveniment europian ndiqet në gjithë botën. Dhe shqiptarët kanë qenë protagonistë, kemi thonë disa herë, jo vetëm kombëtarët e jonë, por edhe shqiptarët e Zvicrës, edhe shqiptari i Gjermanisë, shënoi Gul Mustafi, shënoi Gul Agon Mehmeti i Zvicrës. Shqipëria imazh jashtëzakonshëm edhe për futbollin, neshje me gjurmë, me dinjitet, por njëkohësisht edhe tifozërie fantastike. Sot ka qenë ditë reflektimi, se ne kemi kalu një ditë mas ndeshjes, edhe analizojmë pastaj lojën, gabimet që kemi bërë si trajner. Por ne s'duhet trajneri ka marrë meritat, nuk diskutohet. Ai unë jam e bindje, unë kam thënë që është ditën e parë që është kualifikuar, ai s'është më trajner i Shqipërisë, se kërkon tiki. Jam i bind mali me në këtë. Kur marrë edhe kënesh, ai ka ofertë tjetër, se është normale. Ka kalu një Shqipëri në kampionatin evropian dhe gjithë meritat i merr ai. Patjetër që trajneri merr meritat kur fiton, por edhe kritikat paga shumë trajneri duhet të pranoj. Se kjo është profesioni i trajnerit. Normalisht merita është e trajnerit, e futbollistëve, por është edhe punë komplekse totalisht e gjithë elementeve të institucionit, të federatës, të trajnerëve, të futbollit shqiptar, të futbollit tuaj, të futbollistëve që kanë kontribuar, por edhe trajneri Debjazës. Dhe sigurisht që nuk mund të themi faleminderit Debjazës. Ai ka ngel në histori, Një moment si topa. Nuk duhet ta individualizojmë kaq shumë, unë jam trajner vetë, ke parasysh. Edhe unë kam fituar kupë, kam fituar kampionat, po s'ka qenë merita totalisht e imja. Sepse nëse nuk ke skuadër, nuk ke baza financiare, nuk ke skuadër të mirë që dish ti përzgjedhësh, atëherë jo ti je trajner. E kuptoj, po kushdo të vi është shumë e vështirë. Pra ka qenë një punë jashtëmase komplekse. Gerdi, ne thash, prapër i kthehemi kombëtarës, ne kemi folur me superlativa për ekipin kombëtar, për trajnerin sepse e kanë merituar. Edhe për këto 2 ndeshje i kanë bërë. Por në qoftë të kujtohet ditën e parë, kam thonë që ne do kemi vështirë dhe kam vuj bastu, kam thonë që ne s'do shënojmë si gol në kampionatin evropian. Nuk e di mani mend këtë temë gjithashtu. Pra 2 ndeshje kaluan pa shënuar gol. Shpresojmë ose po e zbus pak, po e korrektoj si e ke thënë, shpresojmë të shënojmë një gol. Shpresojmë të shënojmë një gol. Inshallah shpresojmë ta shënojmë me Rumaninë. Pse e them këtë gjë, Gerdi? Sepse ne jemi skuadër e vogël, skuadër dytësore, deputuese në kampionatin evropian. Ne duhet të ishim perfekt, sepse unë e di vështirësinë e golit, por mënyrën e lojës se luajmë. Sepse nëse Uelsi luan lojën tonë mbrojtje totalisht sot, ka një Bale, lojtari më të mirë në botë, më të mirë në botë që të shpëton momente veçanta dhe ka shënuar 2 gola, ne nuk e kemi atë luks. Pra duhet të ishim super në mënyrë perfeksion në aspektin mbrojtjes. Kemi gabuar në mënyrë elementare te goli i parë me Zvicrën, po akoma më shumë që më dhem shumë, unë e thash edhe mbrom, goli në fund të ndeshjes, e ke parasysh goli i parë, goli i dytë. Goli i parë ka qenë gol më së i vetueshëm
e ke parasysh të futet mund mes, momente fundit, minuta 90, është e papranueshme. Pra aty, them, ne kemi gabuar në 2 element, në 2 gola, që na kushtoi shumë, se mund të merrem nga i pikë. Pra, skuadra jonë do të ishte perfekcion në veprimet mbrojtëse. Pra, s'kemi qenë perfekcion në veprimet mbrojtëse, me këto gabime, dhe në sulm normalisht me aq e kemi fuqinë. E përgjithshmja është pozitive. Po këto duhet i themi. Absolutisht. Profesor, pjesa ngrohtë. Unë e kam analizuar edhe dje, sepse thash golin kur fut Veselin, unë kam qenë rrugës duke ardhur, nuk e kam parë me thënë drejtën. Nëse ne kemi lavdëruar Debiazin në ndeshjen e parë për atë zgjidhje që bëni brenda 90 minutë me Kukelin, që ishte zgjidhja perfekt dhe i doli çun. Kam mendimin dje, për shembull, nuk do të bëta të zgjidhe me Veselin si njeri. Kushdo, mos ti që Veselit ishte i futbollist tjetër, qendra e mbrojtjes është shumë repart decisiv. Dhe e merr një nga stoli dhe e fut direkt për 3 minuta lojë, pra është shumë e rrezikshme. Unë kisha idenë, po analizosha sot, më mirë ta zgjidhe brenda për brenda, siç e zgjidhim atë, e ke parasysh me Zvicrën, them do ishte zgjidhje më e mirë. Dhe goli ka qenë midis Veselit dhe Mavrajt. Pra ka qenë Mavraj para, Veseli mrapa, topi është fut mes, është përgjithësia e këtij që mbyll Mavraj. Tha, gabime ka, por puna jonë kështu. Përpara se ta vazhdojmë, t'i japim pak minuta Sulqes, se duhet që dhe ne... Unë pra të ka marrë. Po, që t'i japim edhe kohën në vazhdim për të qetësuar. Unë pra të ka marrë, se si tifoz jam i Hollandës. Biles për kundrazi, një analizë cilat duhet. Altin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, na ka marrë malli. Përshëndetje Viola, përshëndetje Gjertit. Tani për kë ka ardhë, nuk e di se kush ta. Patriku. Patriku, përshëndetje Patrik. Përshëndetje Sulqe. Se ke përzemër shumë Francë, natyrisht. Dukesh një Marsejez, Altin, për nga natyra, nuk je, po je infektuar pak me zonën. Okej, mundohemi Gjert. Përshëndetje njerë. Interesante është, tashmë sa po pash 2 panela kuqezi, francez kam parë ende, simptoma ende të tifozëve francez, gjatë gjithë ditës sot është diskutuar për ndeshjen Francë-Shqipëri, paktën nga kontaktet që kemi pas me francezët, kanë qenë të befasuar nga loja dhe natyrisht kanë marrë komplimente shqiptarët për lojën që kanë bërë. Por më shumë se çdo gjë tjetër kanë marrë komplimente se si ata kanë kaluar të paktën këtu në Marseille, që e kemi parë vetë me sytë tanë dhe e kemi ndjekur, e kemi shijuar. Ka qenë një ndjenjë miqësore, në çdo vend kanë qenë bashkë shqiptarët dhe francezët, duke festuar, duke shijuar, duke ndënjur me njëri tjetër, duke biseduar, duke duar trokitur muzikën shqiptare që ka qenë qendër të Marseilles, pikërisht tek pjesa historike e Portit Vjetër, por edhe muzikë franceze, nga ana tjetër shqiptarët kanë duar trokitur, ka qenë një atmosferë fantastike, do thoja, që e ka kaluar fushës lojës. Aldin, të lutem, ka një shifër, të paktën çdo një shifër gjatë transmetimit nga kolegu Shako Hoxha që në stadium kanë qenë 24.000, e në kaq ke ndonjë shifër sa pritet mund të jenë në Lyon? Megjithatë, është ajo kënga e Liverpoolit, Gert. Kush do ecësh vetëm, edhe këta kujtësi asnjëherë nuk do ecin vetëm. Mirë. Sepse s'kam se ecin vetëm. Kanë bërë kampionat deri tani të mirë, pavarësisht se si ka ecur fati të shtyllat e rastet e gjitha me radhë. 2 gola kanë ngrënë Ukraina në çdo ndeshje, pse nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme dhe kjo ishte në fund fare, prandaj edhe gazeta Province franceze këtu e kishte shkruar në fund fare, mënyrën se si ata e morën këtë ndeshje në fund fare, sekondat e fundit të takimit. Besoj që komplimente ka pasur nga gjithë shtypi francez për performancën e Shqipërisë. Natyrisht, tu në Marseille, më shumë se në çdo vend tjetër, është folur për këtë, sepse shqiptarët kanë qenë, e kanë këtyn çik si destinacion turistik, disa kanë ngelur, disa rrinë sepse sezoni këtu ka filluar në Marseille, pikërisht në qytetin e Zidane, ku ka lindur, 72-shin apo 66-ën Eric Cantona, është një qytet futbolli, edhe mund ta shijojnë. Por jo vetëm futbolli, sepse ka dhe lojra shumë ndryshme, është zhvilluar kampionati botror për surfin, është një qytet mesatar në jug të Francës, i dyti nga Malsia dhe ka shumë det. Shijoj mirë, Aldin, have a nice night. Unë do doja në fakt të kishe zgjedhur një vend pak më piktoresk ose më karakteristik të Marseilles, por ti
Okej, Viola, po... Të sugjeroj Altin të zgjohesh vonë. Mirë, faleminderit. Faleminderit, jeni mirë. Faleminderit, kalofsh mirë, kthehemi në studio përpara se të shkojmë në publicitet. Notën 10 për gjeografinë. Notën 10 për gjeografinë. Për gjeografinë. Patrik, përpara se të shkojmë në publicitet, thjesht ajo që përmenda, ju thatë kishit drejt. Mendoj se po. Debjazi nuk nga ka vjedhë gjë, mund... Jo, kishte me iden, e bani iden që shqyqyr që si kundër klasa politike e ka dënuar këtë vënd. Në këtë sens për thosha pra, nëse i marrim dhe i vëm peshore Debjazin apo ekipin kombëtar apo kushdo që t'ishte trajner me ata politikanë që vrapuan të gjithë për qenë në stadiume për ta parë atë ndeshjen, sigurisht që ka drejt pra nëse e vëm kështu në këtë peshore. Edhe për të bërë foto me Debjazin. Edhe nëzorë gjithë Facebook dhe misione kompjuter. Edhe për t'ja kompjuter. vënd edhe mëndë se si ta vëroj. Fundja arti dhe sporti jam në ambasador. Patrik, unë nuk e shoh në i gjohë. Jo, për të ashtu se politikanët gjithë ka 2 karat, kanë shkuar në prekim kombëtar, sepse e di pse kushdo politikanët, çdo kohë, edhe në kohën e diktaturës, po të kishim hyrë në Kampionatin Evropian, gjithë është normale. Kjo është eveniment era parë në historinë tonë që ne hyrëm në që ka politikanë që dashur kemi parë një ministër shkoi të takoj Konte no i profesorët. Është era parë, jo Konte, po Italia ka justifikohet se është era parë Italia ka 100 vjet. Po del kampion bote Merkeli ku shkon. Edhe para i Bekon, edhe para. Po shkon me fotografi me Debjaz. Ai po çepe pa ekipin kombëtar. Jo fotografi me Debjaz. Po pse po shkon nesër mirë urdhë edhe profesori. Nuk shkoj me fotografi me Debjaz. Edhe mund ta bësh. Edhe mund ta bësh, ka gjë keqe. Nesër nisen. Duke gdhir. Gerdi, e di çfarë merri keq për Debjazin? Do të kujtoj. Vetëm që më ka keq për Debjazin se i doli se po caktojnë agjendën për komunikoni me mesazhe. Jo, mi dakor. Gerdi, e di çfarë më merri keq vetëm gjë për Debjazin që doli ajo profecia që nuk duhet të dilte atij personi, vetëm gabimi më i madh që ai ka bërë në përzgjedhjen e lojtarëve që ne s'kemi askush për t'ia dhënë të drejtën, por fati keq doli. Një mbrojtës doli me të kuq, një mbrojtës u dëmtua në fund dhe i ngeli pa mbrojtës qendre. Nuk e shmange dot atë virus. Ndërkohë që po të kishte marrë Xhimshidin ose Rahmani do kishte një mbrojtës qendre më të mirë. Urdhra. Doli profecia e gabuar. Dhe është më qëndrueshëm Xhimshidi. Sigurisht, gjithsesi Gerdi. Për fat keq aty doli, s'duhet i dilte. Doli sa shumë po flitet këtë ditë. Ka 4 sulmues, 5 sulmues Gerdi dhe ka luajë vetëm një. Ka 5 sulmues në ekipin e trajnerit, vetëm vetëm një ka luajë. Debjazin po flet edhe gjithë Italia, jo vetëm gjithë Shqipëria. Po, roli trajnerit po themi. Debjazin Shqipëria e solli në treg në Itali. E shohim në çdo program televiziv sportiv italian. Ka lojë klasën e Edhe zgjati për tek Dasar, e mban formati e ritën arrit. Ne jam shumë interesuar në intervistën trajnerë Partizanit të Riut, pastaj do merrem. Da të flasim mirë ne, da të flasim keq. Ai e kaloi tregun. Ai është bërë protagonist, e ka marrë. Po jo, për këtë po them, po për mirë thash. Ne kemi fol 80% kemi fol mirë, por kemi drejtë të kritikojmë momentet veçanta. Ju e dini se jeni. Po barazonte dje do ishte bërë hero sërish, por fati keq i ndodhen ato që s'duhet i ndodhin. Mirë, e vazhdojmë bisedën pas pak. Shkëputemi për pak minuta publicitet, rikthehemi një herë, kemi shumë për të diskutuar edhe për ndeshjet e ditës së sotme. Mirë, kthehemi, vazhdojmë të flasim, natyrisht do të ndalemi tek skuadrat e tjera që kanë luajtur sot, po kombëtarja mbetet ajo kryesore, ka pasur 60 vjetorin Gianni Debjazi, një festë improvisuar aty në ambientet e Peros Girek, një tort me 60 vjetorin, pranimet e presidentit, gjithçka e improvisuar për të krijuar një atmosferë sado. Pak më të gëzueshme të paktën për sa i përket ditës së sotme pas atij trishtimi të dieshëm. Më vjen keq që i ka përkuar misteri ditëlindja menjëherë me pas ndeshje, të ishte pak më i lumtur, por edhe 100. Edhe 100 trajnerit dhe si ka mundësi asnjë gazetare nuk ka shkuar të ndjeki kombëtaren Viola. Asnjë gazetare. Në tërësitë në Shqipëri po. Mendoj se janë në minorancë, duke qenë se të shumtë janë ata gazetarë që i mbysin këto femra. Sigurt për këtë? Po. Është e sigurt. Ë, Dasar? Deklarate poshtër kjo? Kjo ishte një deklarate e cila unë them që nuk është kështu, megjithatë nuk flas në tërësi. Është vend i largët, ka qenë të izoluar shumë. Izoluar shumë, edhe do kishin rrezik të madh. Shumë, i vend largët shumë. Po thot profesor, ata që kanë shkuar çdo i kishin bërë europianit neve, dhe një sikur të çonim edhe këto femrat e bukura të sportit që kemi. Gjë çfarë? Thash, imagjino, çdo i kishin bërë ne kështu, edhe vetëm me tifozet e bukura, e çuditëm europianin. Le të kishim çuar atje këto gazetaret e bukura që kemi të sportit, që janë njëra më kinge se tjetra. Një gol do kishim bërë. Çuam me bëri namin, imagjino të ishim çuar. Po pra. Dasara është e vërtet në fakt se ti para prive, unë kam ndjekur sot Gazeta dello Sport, marka as të gjitha nxorën 2 tifozet
simpatike, shumë bukra. Njëra ishte që është edhe personazh publik. Personazh publik dhe bëri foton e portaleve ndryshme botërore dhe deri tani kanë prevaluar pak mbi grupin e tifozëve çeke apo ruse dhe polake, që nxorën paktën mesapazh, domethënë kurse këtu kishte një puntim të fortë. Po, unë mendoj tani, shikam. Italianët... Pozicionohen, tani. Italianët në përgjithësi kanë një kanë këtë që të përcaktimi, do me thënë, një mashkull italian gjithmonë duhet përcaktoj femrat e lindjes. Është me bukur në Rumani, në Ukrainë, në Poloni, apo në Shqipëri. Dhe në fakt, edhe renditjen mirë, po. Ndoshta kjo është shumë europiane dhe unë e di për italianët duke qenë se e kemi në shtëpi. Besoj që konstatimi që ata bëjnë kohët e fundit që firmat shqiptare janë me të vërtet më të bukurat, që ka i vërtet. Ne problemin e kemi me meshkujt, kjo është një që tia, po të femrat jemi mirë shumë. Ne kemi problemin dhe femrat? Ne problemin e kemi me meshkujt, po pa të qëndu. Në momentin e parë që patë mundësi për donë provat i dhanë mirë. Ja, ku rezultojë shumë e... Të rinë me këtë menje. Kur do shkoj kontore e femrave që dalin tani u bëm pak më të njohur se që thatë më parë që folëm shqip, u dukëm dhe shqip. Si? 10 futbolistë? Po, ka shënë më duket Lorik Cana dhe... Nga 10 kush, Loriku se... Sport Mediaseti ka jason me zbulimin e botrorit, Larisa Rikelmen. Larisa që parkon të telefonin, qartë. Mirë, Rika në Itali e to. Jo, shumë mirë, dakord, në regull. Pase do i hapët në një rrugë tjetër për të vazhdoa karierën në Itali, pasi ka prej vite që jeton atje. Mirë, këto vazhdoni ju. Jo, po i qanin halin se Rika tha kanë parkoj celularit. Tha që ka vëtë parkoj, ka femra që nuk e për ato që është. Gerli, imagino sigur Viola të ishte reportere e Ora Newsit në Marseille dhe të ishte mbrapa portës në moment që shënoj Griezmann, s'do kështë bërë goli, kështë e meni ke Viola. Mirë më thë me Griezmann, Griezmann më qenë shumë. Shiko, e ka. Jo, përse nuk do më shikonte atë... Shkojmë një moment e Kluna që mos të pak të me një tifoz, 2, 3, ke gjithë Polak, Kluna? Jam vetëm Gerti, si që shikojmë në fakt. A që dim të testojmë ne. Shiko të mungon Sulqe, unë e kuptoj, nga Tirana fan zone, po ishte... Natyrisht Sulqe në mungon gjithve në fakt, por duke parë... Jo, ti folë për vete, Luna. Duke parë, në fakt, tifozët e fundit të mbetur, duke qiuar dhe një godbir me njëri tjetrin dhe me familjarët e tyre, unë arrita ta mbaj premtimin dhe të gjej një tifoz polak. Mbi të gjitha, e kam gjetur edhe femër, kështu që meritohet të premium që më Po, pa tjetër, bluzën e komentarës. Do të kaloj tek Ilda, në fakt, mirë mbrëma. Ilda, në fakt, një që nga tiparët, ndonë se nuk është me në shtetësin polake, sigurisht ajo mbështet ekipin polak, edhe për një fakt veçantë, të cilën do ta zbulojë vetë Ilda. Mirë mbrëma, faleminderit. Mirë mbrëma, përshëndetje. Si të duk ndeshja e sonte, Ilda? Paka shumë mjaftueshëm dhe pse do ishte mirë që të paktën Polonia bënte një gol, pavarësisht se pati vetëm 7 raste, dhe jo të shumta, një 7% domethënë, po mirë do ishte të bënte të paktën Lewandowski sa radhë të shpriste talentin e vet që ka. Cilas arsye që Ilda është me Poloni? Thjesht duke parë që ishin që gjithë me Gjermaninë dhe vllai im ishte me Gjermaninë, u bëra me Poloninë të thuja pak akullin dhe të bjerë një pas kundër Polonisë. Thjesht pas live direkt. Po, shega tifoze polaku. Jo, ishte paka shumë anonte nga tifozët polak. Normalisht femrat pëlqejnë meshkujt që janë mirë të formuar dhe ishte pak sa shumë më i mirë, pavarësisht se ai lot me Gjermaninë dhe është polak, sot ishte kundër Gjermanisë dhe do ishte mirë të bënte një gol. Po me kështë Ilda në këtë kampionat? Pra, përveç flasim për kombëtaren është një që gjithë që Albania is in our heart. Dhe normalisht Shqipëria djelojt e pak kesh, patëm goxha raste, dhe nuk më pëlqeu që minutën e 89 ne humbëm golin e parë dhe minutën e 96 morëm golin e dytë. Kjo ishte një gjë që nuk pritesh të paktën. Pretendomin të kishte një barazim. Dhe në ndeshjen tjetër me Rumani një fitore që të paktën të merrshim 4 pikësh dhe të shkonin dhe mandej. Po shpresojmë datën 19. Mirë. Në the që ke edhe një bas me vllajin për të përfunduar, si shkoi basti? Doli barazim ndeshja? Ndeshja doli barazim, ai kishte vënë që bënte gol Gjermania, unë kisha vënë bënte gol Polonia dhe asnjëri s'fitoi. Mirë. Asnjëri. Sepse fituam një tifoze polake. Mirë, falenderoj. Mirë, faleminderit. Luna, faleminderit, do të kemi mundësinë
Ditët e tjera është nesër ishtë Italia dhe Spanja, do kesh italian pa fund, ti eshi bindur, ndryshe nga atmosfera sot e zymë që për cilë gjithmonë ndeshje dhe Gjermanisë mirë. Si tjetë edhe nesër Luna, se mund mos ngele asë një tifos italian. Është i deklaruar. Po se urdhroja... Po mos guxo ta thuash fare. Po ja, ku e ke? Po jo. Vjen duke përgatitur forcat për datën 10, Gerti. Përgatiten forcat për datën 10, do me thënë duke bërë koreografit, këto janë vetëm prova për të arritur, nuk e ditë që është datë 10, ti e di më mirë. E këti muaj ka kaluar për tjetër. Jo, muaj tjetër, kështu që... Po flasim për një 10 që të muaj që vjen, se iku. Gerti duhet di më mirë si datë. Data 10. Datën 10, përgatiten gjithë tifozët gjermanë duke marrë Shallah koreografi. nuk keni, bëni kërkesë të shmangni Italinë në rrugës? Po me llogaritë që ka bërë... Po. Nëse ka mundësi përpara se të kalojmë ke Gjermania. Po, ka. Ta mbyllim atë bisedën për atë bukurinë që thamë. Do përcjellim dhe klipin tani. Se sapo më erdhi një link që kanë shkruar mediat italiane, titulli është bombastik. Një udhëtim thot në profilin e Instagramit të tifozes Bolente, po se unë nuk do në shqip Bolente. Të zjartë fare, të domethënë, ka ndezur gjithë Italinë rikja. Këtë të shatë thosha. Ja, kishin marrë Instagramin a... E kanë marrë, po, edhe ja kanë bërë një për një, po. Mirë. Ja, për këtë gjënë. Kohë të mere dhe me këto, pëse mos mere? Po, gjithë botrori u harrua kur doli Larisa, kështu që... Atë pas, Larisa ka qenë me të vërtet interesanta paraguajane. Mirë, shkem të shofim një klip interesant. Pas kanë gjenë mene, Larisa. Po, ka bërë kolpo. Ka bërë realisht kolpo sepse ishte kolpo. Ishte. Bërë kolpo si ishte. Bravo, bajcin e celularit. Se që ndodhë me tifozët shqiptarë, skenografi në fotot e faqes zyrtare të UEFA-s, jo thjesht në faqen zyrtare në sit, por edhe në Facebook, në Instagram, gjithë shka i referohet skenografisë shqiptare, kryesisht edhe në ndeshjen me Francën. E ndjekim, kthehemi pas pak. Qëllin ersojma, që shka bazezë fluturojmë, për komtaren jetën e japim, shkojmë kudo se ndalim hapin, nga Lugina, Kosovë Malsim, nga Ilirita e Qamëri, Japonisen e dëshirë zotit, ku qezim të Shqipëri po jepet besa, nga predeza deri t'i var, jam krenar që janë shqiptar. Shqipëri ti më jep ler, më jep emri shqiptar, nuk ka the as ka kufi, që për shante shqiptari.
foton e fundit ishte më e bukur kjo kronik, pasi për këtë kronik ishte kujdesur, posaçërisht dhe veçanërisht vetëm Gert. Po, natyrisht duke respektuar dhe hapësirat e shëndetshme shqiptare dhe imazhin e bukur për ta vazhduar edhe atmosferën tanë. Jetë të bukur e Gerti dhe vërtet që të kënaqin këto pamjet, sidomos kur janë personazhe shqiptare. Do shtojmë edhe këto të Rumani, se nuk di vjen dasara apo po do të thojë diçka tjetër. Do ta marrësh violën me vete të lutem. Kuadrin me kënaqësinë më të madhe. Se thot jam bërë pishman që unë nuk jam në një nga ndeshjet e kombëtares. O Viola, Leoni aty është gjë mua. Edhe pa futboll, mos u mërzit. Ja, nuk u shpreva fiks kështu, por që të pishmani ngelem. Me qenë se flasim për ekipin kombëtar, flasim për një atmosferë pozitive. Kemi një kombëtar tjetër që luan nesër, Geri. Po. Nesër me datë 17-18-19 në Durrës rikthehet kombëtari e voleybollit në Europa League. Edhe mund na kursesh pak tani nga europianit e kombëtari e voleybollit. Me qenë se luan Shqipëria nesër, unë them që gjithë shqiptarët të shkojnë ta përkrajnë në këtë ekip. Të garantojnë që përveç familjarëve s'ka për t'i fotot bukura dhe atje. Në orën 18 s'ka ndonjë neshje shumë rëndësishme, kështu që besoj se s'kemi shpresë të fitojmë neshje apo ka. S'kemi pas, nuk kemi pas shpresë. Kemi shpresë të fitojmë neshje sepse kemi bërë një paraqitje të mirë në grupin e parë, pra kemi humbur një ndeshje 3-2, një 3-1 dhe tjetër 3-1 në Slovaki, në Poloni. Dhe ndeshja Shqipëri besoj se janë dy grupe, luajnë dy herë, besoj që do të kemi një paraqitje akoma dhe më të mirë. Nuk pretendojmë natyrisht të kualifikohet. Po ti shkoni parë, nuk çe bën këtë sensibilizim. Po tash për fakt nuk jam nesër. Gjithsesi do ta ndjekim live edhe çunat kanë qenë sot në Maqedoni, djemtë e voleybollit, pra luajnë edhe kombëtarët e meshkujt. Megjithatë është shumë e largët profesor koha kur një kombëtar e voleybollit, basketbollit arrin aty ku arrin futbolli, nuk ka për të ndodhur në 200 vitet e ardhshme. Këto kanë arritur shumë përpara futbollit Gerti. E ke shumë gabim. Voleybolli shumë përpara futbollit. Për meshkuj ndoshta, apo për femrat pas finale europiani, po për meshkuj ndoshta, apo për femrat. Vend 3 euro Gerti se shumë shpejt ka për të arritur me ato femra që janë sot dhe me ato shtalartësi. Kombëtarët sonë europian, nuk ka sport që ka shku në europian. Në vend 3 në Europë, profesor. Kur kemi dalë të? Me Dinamo. Kupa e Europës. Jo Kupa e Europës, po flasim nivel kombëtar. Champions League. Po flasim nivel kombëtar, po kombëtar. Jemi të kombëtarë. Të 8 në Europë. Të garantoj unë edhe në 200 vitet e ardhshme nuk do ndodhë. Jo, kemi shku para futbollit. Kombëtarja dhe ngelemi të paktën në ndeshje. Se punojnë ata të vazhdojnë me të futbollit se. Po, themi pak. Po të kanë është dashuria e vjetër e pogonit voleybollit këtu. Vjetër dhe superior deri këto momente, do që flasim ke futbolli ka qenë to peshngritët, e thonim pse futbolli u boshin xhelos se paguhet futbolli shumë. Tash i besoj peshngrica do ta uli çik kokën se kombëtari janë shpinë europian. Ti një brez që besoj që ti ke qenë me voleybollin Dinamo atë kohë. Jo, dhe unë jam bërë tifoze me Partizanin vonë. Po pra, jam në ekip në nivel kombëtar tash. Në Kupa e Evropës po punova aty, po Brezi për shembull i përket. Edhe më mirë, thoni një futboll që më shkoj Champions League. Ishin tifoze edhe në futboll me Dinamo për Elatazis dhe Muze Ibrahimit. Ja. Me gjeni skuadrë shqiptare që shkon në Champions League vend 3 kot. E mbyllim. Okej, e mbyllim sepse diskualifikimi ka qenë për çështje politike. Ndeshja e sotme, tifozë e Gjermanisë, si të duk ty ndeshja, se mua më duken më shumë skuadra që po mbroheshin për mos humbur se sa për të fituar. Asnjëra nga ato nuk po. Në fakt, pritshmëria ime ishte që sigurisht Gjermania të fitonte, në fakt ndeshja nuk e dha këtë atmosferë. Për mua ishte relativisht e dobët, megjithse ishte dukesh sikur ishte një ndeshje dakordsuar për një barazim, sepse edhe Lewandowski kishte dhënë një intervistë tek Bayern, një nga televizionet e Bayernit dhe kishte thënë që ne të dyja jemi skuadra që kualifikohemi. Ndoshta edhe skema që ka zgjedhur UEFA e ka ulur një çik ritmin e garës, por një gjë është e vërtetë, kishim mundësi ndoshta të merrnim një 3 pikësh sonte dhe bënim 6. Një gjë është e vërtetë që para se të fillonim transmetimin ti ishe dëshpëruar shumë. Isha shumë e dëshpëruar se doja shumë që të fitonim sonte dhe ta sqaronim atë mjegun që do kemi në Irlandë. Tifoze e zjarrt edhe unë në Gjermanisë, më shumë se sa rezultati, më dëshpëroi loja. Domethënë më duk loja shumë e dobët. Ishte Gjermania më mërzitshme që kam parë ndonjëherë në jetën time. Në fakt, unë përpara se të vija statistikisht, po shikoja faqet dhe statistikisht Gjermania të gjitha ndeshjet e dyta në përgrupe në këto kompeticionet i ka pas të dopta.
Edhe në botëror, 2-2 me Ghana. Shumë e çuditshme, ndoshta statistikat flasin. Milik e fali Gjermaninë sonte, se mund të ishte me 3 pikë dhe të ishte Polonia. Patrik, fotokopje Griezmann, po them si ndeshje. Fotokopje Griezmann në fundin porte. E di si dukesh sonte Gjermania po e huazoi. Nuk pati në rast flet gat Gjermania. Patrik, po ne po e themi vetë këtë, po kjo s'do të thotë tani që Patrik, unë kur erdha që takova profesor Tani, thash po e huazoi një shprehje një shokut tim. Që tha, Gjermania sonte ishte si ai Volkswagen i Golf 2, që merr të ngjis maloren edhe nuk jep as, nuk shkon as 70 dhe doje, po se bën dot pra. Jo, mua nuk më duk as sikur u munduan kaq, me thënë të drejtën. Pati rast Gjermania s'u pak në një mundim kaq të jashtëzakonshëm. Ja fjalën ndjekim pa kronikën që edhe profesori është ekspert, ne jemi nga emocioni. Jo, jam dakord me Dasarën, po do ta japim fjalën më një. Fjalën ishte edhe derbi anglisë, por që janë të dyja kronikat bashkangjitura. I ndjekim. Ekuilibri i plotë në përballjen mes Gjermanisë dhe Polonisë, në atë që konsiderohej si sfida më e rëndësishme e grupit C, nuk munguan emocionet dhe rastet për shënim, sidomos nga ana e skuadrës së Navalkës, me Arkadiusz Milik që në disa momente ka bujë fatalisht, duke mëshiruar kampionët e botës. Mario Götze sërish në rolin e falso nueves, pati mundësinë e parë të sfidës, por me kokë nuk arriti të realizonte pas sugjerimit të Draxler. Takimi vjen me gjermanët kontrollues të mesfushës, por pa instinktin vrasës, pra pa thumbuar portën e Fabianskit. Tentativa e Hector u devijua nga Kedira, por nuk përfundoi në kuadrat. Me shifrat e bardha 0-0 u mbyll pjesa e parë. Shumë drithërues ishte segmenti i dytë, me Polonin një hap larg avantazhit. Një arkim i Grosicit për çudinë e të gjithëve nuk u devijua në rrjet nga Milik, edhe pse numri 7 ishte fare pranë portës. Akoma më i çuditshëm është fakti që sulmuesi i Ajaxit zgjodhi të drejtojë topit me kokë dhe jo me këmbë. Gjithsesi, gjëra që ndodhin. Skuadra e Löw kaloi më njëherë në anën tjetër të fushës dhe gjuajtja e Götzes gjeti reagimin megjithëse me vështirësi të Fabianskit. Ndërkohë që gjatë zhvillimeve të një goditje standarde, Milik provoi të befasonte Neuerin, por pa gjetur portën. Që ishte një ditë e mallkuar për sulmuesin 22 vjeçar, u vërtetua disa momente më vonë, kur megjithëse në një pozicion të favorshëm, ai nuk arriti të gjente koordinimin e dur. Gjermania më në fund u zgjua, gjithnjë duke referuar rasteve, dhe me sot të zërë në hyrje të zonës u ndal nga përgjigja spektakolare e Lukas Fabianskit. Gjermania arriti presionin, por Polonia i bëri ballë sulmeve deri në fund, duke shkëputur një barazim me mjaft vlera, që ndoshta po të mos kishte qenë për mallkimin personal të Milik, tani mund të flisnim për suksesin e polakëve. Gjithsesi në tërësi skuadra e Löw kontrolloi më shumë lojën dhe fakti është që të dyja këto skuadra e kanë pothuajse të sigurt kalimin e grupit. I shkon Anglis derbi britanik. Tre luanët në poshtë me përmbysje Walesin në një sfidë emocionuese, ku nuk munguan polemikat, golat dhe adrenalina. Herojnë të skuadrës së Oxon ishin dy lojtarët e Stolit, Jamie Vardy dhe Daniel Sturridge. Sfida e Bolyar Delay startoi me anglezët të fokusuar drejt sulmit dhe një sugjerim i Lalanës nuk u devijua në rrjet nga Sterling. Më pas Harry Kane pretendoi për 11 metrash pas një prekje të topit me dorë nga ana e Davis, por përgjigjtarin bry nuk kishte asnjë parregullsi. Kapiteni Rooney tentoi të merrte në duar situatën duke krosuar për Smalling, me mbrojtësin e Man United që me kokë nuk kishte precizionin e dur. Në anën tjetër, Wales gjeti jackpotin në provën e parë. Bale nga një goditje dënimi befasoi Joe Hartin. Një ekzekutim mjaft i mirë lojtarit të Realit të Madridit. Megjithëse reagimi i gardianit anglez ishte jo pak i vonuar. Goli i dytë në 2 ndeshje për Bale në këtë kompeticion, të dy nga një pozicion standard. Në startin e pjesës tjetër, trajneri më i madh në moshë i Euro 2016 Roy Hodgson bëri lëvizjen e tij duke aktivizuar Sturridge dhe Vardin. Lëvizje që rezultoi gjenjale pasi goli nuk vonoi as pak. Sterling krosoi drejt zonës dhe kapiteni Williams shërbeu gabimisht për Vardin, i cili e depozitoi në rrjet. Polemika të shumta të Walesianëve për pozicionin jashtëloje të sulmuesit të Leicesterit, por pamjet treguan qartë që devijimi i cili i dhuroi topin 29 vjeçarit erdhi nga mbrojtësi Walesian. Anglia vjen të ngulmonte dhe në fund erdhi edhe goli i bekuar.
Sturridge ishte iniciator, më pas Vardy e Sterling e dërguan edhe njerë topin të lojtari Liverpoolit, që e përcolli në fund të rjetës. Entuziazmi ishte i lishëm tek përfaqësuesja e luanëve, një skuadër e re në moshë, por me mjaft gjallëri, një ekip që i takon me të drejtë të cilësohet pretendent. Në mbyllje Gareth Bale me kohë provoi të ndëshkonte sërish Joe Hartin, por pa gjetur kuadratin. Një fitore, kjo Anglis, që pothuajse i siguron kalimin në raundin tjetër, ekipit të drejtuar nga Roy Hodgson. Rikthehemi në studio së bashku me të ftuarit tanë. Përpara se të vazhdojmë dhe me diskutimin rreth kronikave, dua të falenderoj sponsorit e emisionit, kompanisë Kontakt, Eurosig, Euroloto, Bira Stella dhe Tirana Bank, si dhe albumi Panini. Albumi Panini do të vi shumë shpejt me figurat e gjithë futbollistëve që janë pjesëmarrës në Europian, natyrisht, dhe butik Andrea Bossi pranë Ring Center që kuron edhe veshjen time deri në fund të këtij Europiani, pikërisht në stilin italian. Mirë, profesor, pse i dhe të drejtë Dasarës? Jo, ja dhash sepse tha është Gjermania, megjithëse është tifoz e Gjermanisë, më e keqe që kam parë, ke parasysh. Është realiste për sa i përket takimit sotshëm dhe duhet ta argumentojmë. Ne ishim personalisht në ndeshjen e parë fola shumë mirë për Gjermaninë me Ukrainën, por tani kam pak rezerva, sepse Gjermania nuk diskutohet, edhe ashtu e keqe mund të shkojnë në finalet, mund mori kupën e botës. Këtë e parashtoj këtë situatë. Por duke pasur parasysh me Ukrainën që fitoi lehtësisht, por një Ukrainë që tregoi edhe sot që është skuadër e dobët. Pra nuk është test Ukraina. Sot me Poloninë, Polonia është skuadër shumë fortë. Do them që do shkojë shumë larg, sepse ka dy sulmues, po thuj, ke sulmues më të mirë të Europës momentalisht. Të dyja të sulmues Lewandowski bashkë me Milik, që luan me Ajaxin, ka shënuar këtë kampionat 60 gola. Pra, kanë garanci. Kurse Gjermania, me thënë drejtën sot, nuk mund duk, si që besoj dhe gjithë tifozët Gjermanisë, nuk ishte ajo Gjermani që ne kemi parë. Dhe them, dhe ta shoh me rezerva për arsye, sepse ka arsye domë se s'është kjo. Luan formacion pa një sulmues të deklaruar. Se qysh pas ikjes Klosës normalisht, është Gomes, por nuk është në nivelin e Klosës. Dhe ai dhe Löw sigurisht po luan me një sulmues, luan me një skemë pa pikë referimi me model Guardiole. Me Götzen, po. Patjetër kjo është skemë që aplikohet edhe ka Spanja, edhe ka Barcelona, ka shumë skuadra. Por do të them që nuk është shumë e rrezikshme, e patë edhe sot për arsye sepse Götze nuk është Götze i 4 viteve më parë. Nuk është Götze, ka gjithë vitin që nuk luan me... nuk është aktivizuar, do e të thoshe. Po pra, këtu, nuk luan me Bayern Muniut. Pra, nuk është e Götze që ishte në 4 viteve para që Gjermania ishte kampion bote. Është mes fushori Kraut Majt i Drasler. Pra, një talent i futbollit gjerman, por si duket Gjermania nuk po merr dhe nuk po jep atë që pritej nga ai. Ozil, pa shikoni, nuk është Ozili i 4 viteve më parë që ishte i rrezikshëm, ishte çdo moment ke porta kundërshtare. I vetmi njeri don që ai duke pas parasysh këto 3 sulmues të tjerë që nuk po e mbështesin Müller që është më në formë, nuk po shpreh bagazhet e tij që e dim gjithë. Për mendimin tim, dyshja dohon që po majku i librat e skuadrës Gjermanisë që janë në formë, është Toni Kroos dhe Kedira. Pra këto po mulojnë shumë probleme të repartit sulmues. Mbase duhet bërë kjo analizë një pak më vonë tek 16-vjeçët? Ja, unë thash Gjermania edhe kështu mund dali kampion bote. Unë po analizoj gjendjen. Ishte reagim tipik prej tifozëve dhe e kuptoj, po. Nuk ka zëvendësuar Filip Lamin. Me nivelin që ka Filip Lam. Pra këto janë pikat që bën që të jemi pak të rezervuar me atë Gjermani që ishte para
4 vitesh. Po Gjermania është Gjermania, e kupto? Që të mos të shi me fazën me qerek finaleve, normalisht me i takim, ka eksperiencë, ka personalitetin, ka autoritetin. Edhe dy mbrojtët anësorë ishin shumë të vazhë në veprime sulmuese dhe ja kanë prish gjithë sulmit. Jo, ai Cooper i kënit... Hector. Ajo është litar stabil, nuk është litar i. Patrik, duket, okej, po vazhdojmë, duket se vazhdojnë ajo dashuri urrejtje midis Gjermani Polonisë. E tjetra, Viola, ka për të vujtë shumë, kam parasysh, atë Irlandë e Veriut që parë sot, atë rritëm, atë gjendje fizike, Gjermania do vujtë shumë në ndeshjen me Irlandë e Veriut. Irlanda do kërkoj pikët. Jo, ka dhe skuadrat fortë. Ndryshe, do merren me reformën, po. Rivaliteti apo lufta në thojza mes Gjermanëve dhe Polakëve nuk është se është diçka e re, është më tepër në historinë politike etj, por nuk reflektohet në këtë mënyrë siç ka qenë, po themi kjo marrëdhënia. Politikë dhe në sport janë fitues. Kështu që historia e gjatë, po histori fitimi. Mirë, në politikë s'ka qenë aq e bukur fitoria, domethënë nga ana Gjermanisë, s'ka qenë e turpshme me të drejtën. Megjithatë, nëse e shohim ndeshjen e sotme, nuk është se reflektoi ky agresiviteti i përballjeve që jemi mësuar ta shohim mes Gjermanisë dhe Polonisë. Ishte një ndeshje shumë pragmatiste, të paktën unë e pash atë ndeshjen as Gjermania nuk është... Patrik, pjesa më e madhe e lojtarëve polonistë luajnë Gjermania. Pikërisht pra, tani kur Lewandowski doli bashkë me ekipin si kapiten dhe në ana tjetër ishte Neuer me radhë, pastaj ishin gjithë lojtarë, o të Borussia Dortmundit një anë, o të Bayern Munichut. Pra ishte gati një përballje mes lojtarëve të Bayern Munichut dhe Borussia Dortmundit. Shiko, megjithatë edhe komentatori aty ku e pashun ndeshjen e tha këtë që kjo Gjermani nuk është Bayerni. Domethënë Bayerni është nivele shumë më të larta se Gjermania që po luan sot në Europian. Normal, sepse tashi nuk është se ishte ajo edhe pavarësisht se ka përdorur skemen e Guardiolës, po Guardiola nuk e ka përdorur gëcen të luajë të skemet e tij që gjithë kampionatin e Bayern Munichut. Se ka përdorur fare ti unë. Skema është skem, po ku janë lojtarët që e bëjnë skemën. Unë pse thash, nuk janë gjendje të mirë. Ozil, Götze, e ke parasysh ai Drasler, nuk janë në formë të shkëlqyeshme. Edhe do thosha që Draxler paktën si unë si amator i sportit, prisja shumë nga Draxler dhe edhe nga Kedira pak më shumë, megjithatë mirë, në formë është Kedira. Kedira me Kroos janë stabil, janë. Mirë. Ato po i ruajnë ekuilibrat e skuadrës. Gjermania ka një problem. Sa herë që është shpallur ose ka fituar trofe, ka pas një bazë të plotë të Bayernit Munichut. Këtë vit nga kampionati botror i kaluar, është larguar Schweinsteiger, që s'është më luan me Manchester United. Është larguar Lam fare, pra nuk është më pjesë e ekipit kombëtar. Nuk është më Toni Kroos, që s'është më tek Bayerni. Nuk është më edhe Klose i Bayernit ka qenë, domethënë, si pjesë se s'është më fare. Pra që do të thotë, të radhë ka një... Jo, okej, mund të ishin disa lojtarë tjerë të Bayernit, prapë baza i kisha fjalën. Përvitëm bashkë për të nxjerrë Gjermaninë kampion. Por vetë se kësaj ka një mos u shqetësosh shumë Gerti se domethënë është çik problem kjo ndeshja e dytë për të futur çik një match tjetër për këtë ndeshje tjetër. Edhe bën Gjermania ndonjëherë. Profesori tha do të ketë shumë vështirësi me ndeshjen me Irlandën apo jo profesor? Që pashë Irlandën sot. Ndërkohë që, okej, Irlanda sot ka bërë ndeshje shumë mirë kundër Ukrainës, por unë them që do të jetë ndeshje më e thjeshtë e Gjermanisë dhe me rezultat. Ndeshja e tretë. Do jesh andej. Shiko, jemi edhe në grup jemi mirë, nuk kemi përballje me kombëtarë shumë. E jo si pas te çfarë ndryshimi mund të bënte? Edhe kjo na favorizon neve që Gjermaninë kemi Jo, normalisht unë jam i bindur që ndeshjes tjetër do futi Gomes. Do futi Gomes. Jo, që duhet, domethënë mënyra se si Gjermania luante, duke nisur dy lojtarë të krahut dhe me krosimin në zonë, me një gëcë të shkurtër me Irlandën që i ka kështu me një gëcë të shkurtër se je tifoz. Po jo, është idea, mënyra se si luan. Tash Gjermania sot nuk luajti, nuk ishte loja e luajtur nga Gjermania ishte. Ishte një Gjermani që nuk luajti, kjo është e vërteta. Thuaj e pra nxire.
Rio bie, nuk luajt. Ajo është një Gjermani që s'ka luajtur mirë, është një Gjermani që s'ka luajtur mirë, është një Gjermani shumë e avarë. Po ajo, problemi është që nuk luajti fare, as mirë as keq, nuk them dot as mirë as keq. Nuk ishte. Përderisa atë lojtar nga fush, përderisa atë shkova në ajo ka pro tani. Gerti varet si e shikon djali dashur. Ti e shikon kështu, unë shikoj Neuerin dhe për mua ndeshja ka marr fund. Shoqja moderatore, problemi është që nuk luajt, ai gjermanishte vakët, paktën siç e shohin si italianë. Ne mund ta shikojmë Gjermaninë shumë vakët, shumë një lojë kaotike. Ideja është ai është trajneri është akoma duke provuar, për mendimin tim. Është duke provuar, është duke kërkuar një mënyrë loje dhe të përshtas lojtarët të mësoj akoma me mënyrën e të luajtur derisa tani çfarë ka bërë në fazën ndeshjet eliminatore, çka ka bërë? Është gjithkohës në rinovim. Është gjithkohës në rinovim sërish, ai akoma s'e ka gjetur informacionin bazë. Ai akoma s'ka gjetur informacion Gjermanisë. Shiko, është hera e parë. Dhe deri në çerek finale ai s'ka për ta gjetur. Pas çerek finale do gjej informacion. Edhe Lewandowski. Këta tifozët gjerman nuk është hera e parë. Unë trashtova 5. Është hera e parë në të gjithë jetën time që jam kaq objektive, kaq objektive në qëndrimin tim për Gjermaninë, duke qenë se unë jam tifoze e çmendur e Gjermanisë. Aqsa kur Gjermania luan me Shqipërinë, unë jam me Gjermaninë. Domethënë kjo është e turpshme të thuhet, por e vërtet. Megjithatë, në këtë Europian jam objektive pikërisht për faktin që është Shqipëria aty. Deri 2 orë përpara se Shqipëria të luante, unë isha vetëm me Gjermaninë prap. Domethënë, unë nuk kam qenë kurrë tifoze e kombëtares shqiptare, dhe pse unë jam një ndjekse shumë e madhe e futbollit, e kjo është një gjë që dihet, edhe tifoze shumë e zjarrt. Por nuk kam qenë kurrë tifoze e kombëtares shqiptare. Jam tifoze zjarrt e Partizanit, e Bayernit, gjithë jetën time, dhe e Gjermanisë. Por jo e kombëtares. Deri 2 orë përpara se kombëtarja të fillonte dhe të luante, kur unë ndjeva atmosferën, dhe në momentin që pastaj u këndua himni, unë u emocionova dhe s'm kishte ndodhur të emocionohesha aq shumë për një himn tjetër që nuk ishte Gjermania. Këtu ne kemi një problem shumë të madh si komp, që kemi një histori jo të brisht, po nuk ka ku të shkoj më të keqe, sepse ishte era e parë, sepse ishte gjë që si ishim mësuar, as nuk e imagjinojmë dot. Unë shikoja ndeshjen e Shqipërisë dhe restoranti ku isha ishte i mbushur me italian, edhe i vinte kënaqësi që në shumë lojtarë që ishin aty, ishin lojtarë të skuadrave italiane. Edhe e pëlqenin edhe bënin tifo për Shqipërinë, se thonin na duket sikur po luan çik edhe Italia aty. Do me thënë, ishte një emocion ndryshe. Kjo më ka bërë mua për herë të parë që t'jem objektive ndaj Gjermanisë dhe mos më vi keqe dhe të them që shikon nuk luajti mirë. Se në një situatë tjetër, nëse nuk do ishte Shqipëria në këtë Europian, do e thoja me keqardhje, do vuaja, e kupton që është në këtë situatë Gjermania. Po shqyr zotit, për momentin kemi këtë favor të madh që jemi në një grup me ca skuadra që i kalojmë edhe kështu. Unë i kam ndarë, unë them Shqipëria është gjak, kurse Gjermania është dashuri. Gjak dhe dashuri? Po. Apo adrenalin drog? Dashuria ushqehet, mbrohet, e tjerë. Te gjaku s'fal njeri, është e vërtetë. Aty nuk falim. Kjo është e batut, shumë e bukur, të komplimentoj. Jashtëzakonisht e bukur, shkojmë te Glendi, Vjola? Glendin e kemi lënë në fakt pak në hare sot, Glendi? Jo, unë po dëgjoja muzikë që mos më zinte gjumi. S'ke faj, po ne na mori këtu diskutimi dhe këta tifozët Gjermane te për të zjarë, edhe në rast të fitoj. Unë kuptuar kundër. Komplimenta për ngjyrën e bluzës, Glendi. Po jo, do me thënë ne si ngjyra e bluzës shumë interesante, sidomos tek pjesa e Gjermanisë më mirë se Shqipëria ishte tull fare. Shumë interesante për nesër. Jo, s'ta njeri që Gjermania është më mirë se Shqipëria. Më e dashur për ty. Po me e dashur për mua, po jo me e mirë, s'tash se thash. Pra patjetër me e dashur për ty. Dakor, mirë. Sa që unë të herë duke pas Shqipërinë në lojë, jam objektive me Gjermaninë. Po. Nga që pogoni ti përshëndeta një mik. Na quajti kaq të mërzitshëm, të desh muzika se po të vinim gjuhë. Lem dhe pak Glendin? Jo, të mërzitshëm, jo. Por muzika është e bukur, kjo nuk mohohet. Da, Sara pickon ndonjëherë. Po, Glend. Jo, pickon edhe është bukur kur pickohesh. Po, dëgjoj. Vazhdojmë. Por mos vazhdo tani. Pogoni jo, e kam tek Pogoni unë që më vjen shumë mirë që i pëlqen këmisha ime sepse dje i përshëndeta një mik që ndoshta nuk erdhi shumë mirë përbrenda ai që kishte. Jo, se kam se ta kisha nuk e di ç'do të. Ecim Glend. Po të vazhdojmë pastaj tek lojtari më i mirë në fushë, të paktën nga UEFA shpallur Boateng.
Pra kjo tregon edhe që pjesa defensive ka funksionuar tek Gjermania, ishte pjesa ofensive që nuk ka qenë në formë, madje edhe Boateng në vetë deklaratat e tij ka thënë që nëse vazhdojmë kështu dhe nuk shënojmë ashtu si duhet, atëherë do të shkojmë shumë shpejt në shtëpi. Këto janë deklaratat që ka thënë vetë Boateng menjëherë pas ndeshjes. Po dalim pastaj tek skuadra jon kombëtare, sot ka qenë një ditë pushtimi pas siç e theksova në fillim, ka kryer një ceremoni bashkia e Pero Gereket pra e qytetit të vogël ku kombëtarët qëndronin akomoduar. Ka qenë pjesë i gjithë stafi, të gjithë lojtarët, ka qenë kryetari i bashkisë që e ka bërë këtë ceremoni dhe ka qenë edhe presidenti i Federatës Franceze të Futbollit Noël Lagarde, pra kjo është e veçantë që presidenti i Federatës Franceze ka zgjedhur që të shkojë në Pero Gerek për të qenë pjesë e kësaj ceremonie të organizuar. Ndërkohë që ca në një deklaratë për mediat të parë pak momenteve ka thënë që kemi mundësi akoma, është e vështirë, nëse mundim Rumaninë, atëherë shpresat janë që dhe me 3 pikë të kualifikohemi, këto janë fjalët e kapitenit. Për dalë pastaj tek Instagram, që neve na pëlqen ta përmendim, ne kemi përzgjedhur disa futbollistë kuqezi që do i kalojmë një nga një dhe fjalët e tyre të ditës sotme në lidhje me ndeshjet e kombëtares, në lidhje edhe me disfatën ndaj Francës. Kjo është e para që në fakt nuk ka lidhje drejt për drejt me ndeshjen, por ka lidhje me ditëlindjen e Debiazit, pra dhe me atë mini fest që i kanë bërë lojtarët e kombëtares, gjithë stafi, presidenti Duka dhe sekretari i përgjithshëm Ilir Shulku. Ndërkohë që ky është Amir Abrashi, i si ka deklaruar, u munduam, luftuam deri në fund, por fati nuk ishte me ne, jemi krenar që kemi tifozët më të mirë në botë pas vetes dhe do të kërkojmë një fitore për ju në Europian, thot Abrashi. Kalojmë tek futbollistit tjetër, nuk janë shumë fakt, 4-5, kjo është Gareth Bale, ne do të kalonim edhe tek Bale. Bale flet për humbjen me Anglinë, thotë ishte zhgënjyese, por gjithsesi jemi gati të vazhdojmë të bashkuar dhe më të fortë. Ky është Berisha, nuk ka turp në humbje thot, por neve do të kthehemi më të fortë, Forca Shqipëria. Kalim tek një tjetër futbollist, është Lenjani, dhe Lenjani e ka postimin pak më të gjatë, përsëri fati nuk na ktheu shpinën në fund të ndeshjes. Do të luajmë edhe një ndeshje, do të japim gjithçka nga vetja për të fituar atë për ndeshjen me Rumaninë dhe për tifozët më të mirë në botë që kemi. Faleminderit dhe na falni, thot Lenjani, në fakt nuk ka gjë për të falur. Ky është Lila. Lila thjesht shkruan me Shqipërinë me zemër dhe jemi krenar. Pra janë gjithë postimet ditës sotme që futbollistët kuqezi pasi kanë hequr disi hidhrimin, kanë postuar në Facebook. Marmri thotë çfarë emocionesh na keni dhuruar, lumturi e jashtëzakonshme teksa shikoje stadiumin kuqezi. Okej. Ndërkohë që kemi edhe disa, ky është Roshi që thotë jemi skuadra më e mirë, pra the best. Ndërkohë që kemi edhe disa postime për ta mbyllur me Instagramin të futbollistëve të kombëtarës anglisë, pra që edhe zakonisht to anglezët kanë me shumë dëshirë pjesën e rrjeteve sociale. Get dhimbrat, vazhdojmë kështu, thotë Runi. Dedikimin e ka bërë në Instagram Vardi, ky është Sturridge, pra lojtari që realizoi edhe golin e fitores kundër skuadrës së Walesit. Ndërkohë që Jamie Vardy dedikon bashkëshortes, është i sapo martuar, pra kjo është për ty, thot Mrs. Vardy, bashkëshortes Rebeka. Pra i dedikon golin në Instagram, golin e shënuar, golin e barazimit. Okej. Mirë Glend, do ta përcjellim tani videon apo pak më vonë? Për mua, ne kemi gati, regjia është gati, si të doni. Qa ndodh? Mirë, e shohim që këtë video në shumë interesante, e kemi parë, ka qërkulluar. Vidja tifozit turkë, i bën një reng bashkëshortja, dhe e shohim. I bën një reng bashkëshortja, gjatë ndeshjes Turqi-Kroaci. I fshet telekomandën dhe në momentin që Turqia sulmon, i fik televizorin. Mirë, e shohim. E pagoj dhe bashkëshortja, ma. E i fik lampën. Më pas se çka ndodhur, e pagoj në fillim televizori LED screen dhe pastaj e pagoj ndoshta edhe bashkëshortja më pas, por atë pjesë nuk e ka filmuar më së duket. Pasi ka bërë filmimin e parë. Gol! Që është moment? Ananı s*****, gitti ya bak! Seda! Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken? Bir ses var be! 3 dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi, hadi, geldi! Geldi vallahi geldi! Jo, një grua t'ile dhe unë i kisha hyrë dru. A i se ka marrë vesh ende. Unë po të them një grua e si kjo, unë e kisha rafja i javë. E t'ishtë dhe laptopin dhe që. Mirë.
A ishte një tifoz Ky është rasti ku unë besoj shqiptarin kur thot zemra e kërkon droni. Të bënda kësot jam shumë të televizorit. Themi, Glend, mirë falemderit, do të kemi dhe një lidhje tjetër. Atëre, e kishte hak drulin? Jo, thash, një grusi kjo dhe unë ta kisha një javë, kisha rrapë. Me shno të bëm të burit, të kushet E ka burin e të shmëndur? Jo, e të shmëndur është ajo, që të... Si mund të vike ajo me telekomand momentin e? Por e kjo bënde ade, sigur në të vetën, s'pu të thyesh televizorin. Ajo që gjeli pa televizor, tani. Po telenovela. Kam përshtypjen që nuk ishte në rregull kjo, është tifoz i Jo, në rregull s'ishte gruaja, që është kjo histori tani. Sa, po gjunde tope mbram. Kur e ka marrë vesh të Sara, nuk e dim çfarë ka ndodhur. Si? Kur e ka marrë vesh pastaj, nuk e dim çfarë ka ndodhur. Gerdi, po mirë, përveç kësaj videos, ata lojtarët e kombëtarët shqiptarë, s'mund ta bënin sot pushime këto rrjete sociale. Me rrjete sociale. Do pushime dhe bjallë i kishim. Po pse të shqetëson ti që se kanë pushime? Po se është, domethënë, duke qenë edhe vetë pjesë e sportit, është shumë e shëmtuar në një humbje ti të bësh një selfie dhe thua jemi çuna kurajo, prap do fitojmë. Unë s'po bëni kim. Nuk e di, po duke se u ke pjesa teknologjike për prish pak të pjesën e sportit. Në boks nuk janë pushim, të garantoj unë, në çdo kohë. Edhe në Snapchat që fshihen në mesazhe nuk janë. Është në rregull. Ta them edhe këtë. E më mirë nuk është tash neve dhe na justifikohet me fare motivitetit tash, ne jemi emotiv. Jemi të ndjeshëm, po është normale? Mund ta bësh edhe një ditë pushim. Je veshur me bluzën e Gjermanisë, se imagjinoj që do ikishe ndonjëherë në Shqipërinë aty. Ke marrë një edukat nga familja jote që të kesh një tifozëri për një skuadër të huaj, domethënë edhe Shqipëria që është aty për mua është njësoj sikur ti je tifoz për 20 vitesh me një skuadër dhe një skuadër tjetër të vi aty sado e ndjen Shqipërinë, po jo njësoj sa Gjermania tek pjesa e fitimit. Po këtë nuk ta kupton një tjetër, unë këtë nisa të thoja kur thash. Për shembull dje në ambientin ku po shikoja ndeshjen që kishte të huaj, këta italianët thoshin jeni në Tereziuve, vija me traget, tha, edhe ishte ndeshja e parë me Gjermaninë dhe bënin tha shqiptarët si çmendur, tha, ishin tifoz me Gjermaninë gjithë, mos u bëj merak, thash, gjysma ditësh me Italinë. Do ta shikosh. Fitoi titullin Gjermania dhe do të shash. Nuk e imagjinojnë dot, sepse kjo që ndodh në vendin tonë është një gjë e pa imagjinueshme që të shohësh europian dhe të kesh një tifozëri kaq të fortë shpirtërore për një kombëtar të huaj, po ne na ndodh kjo sepse ne se imagjinonim Shqipërinë në njëra tjetër. Kjo është pjesë e historisë tonë që është kështu. Edhe në Itali ka tilla shenja, për shembull unë them që tifozët më të zjarrt Juventus i kanë Palermo. Po. Sepse Palermo deri shumë vite më përpara nuk kishte shans të ishte kategori të parë. Domethënë, edhe italianët shkosh çon Juventus i Superkupën. Pra fenomeni ekziston, por nuk është skuadra e po jo kështu si tek ne, kjo është e pa imagjinueshme. Ata të Palermos për Juve. Është pjesë e kaluarës tonë, e varfër. Po pra, këtë dua të them, ne duhet ta themi këtë, duhet ta themi ndershmërisht këtë gjë. Ka qenë kon. Sepse kjo është utopi pjesëmarrja jon, nuk kishim çfarë goshim në Itali, Gjermani. Po ne kemi tifozë hollandez. Stadiumi lutë në kampionat shqiptar, po pikërisht, prandaj unë them që ky emotivitet që kemi, kjo gjendje emotive me zemër dhe jo me mendje dhe me gjashtësi është normale që ta kemi. Është kohë tjetër, e ke parasysh, nuk. Kinematu mushin plot atëherë. Pa dyshim, po kjo na justifikon pastaj neve të gjaknëzetësinë, emotivitetin, që si jemi të ftohtë, si që është Gjermani në fushë, po ne jemi mesdhetar, s'mund të jemi ndryshe, jemi mesdhetar. Mirë, përveç mesdhetar, deri në blerjen e panellave me çmime që nuk janë fort komod për xhepat e shqiptarëve, po thjesht ajo entuziazmi i madh ka shkuar që të gjithë i ke dhe shumë mirë është në një skenografi. Patrik, ç'a ndodh kryesisht? Ju jeni në kontakt me njerëzit, desha të heq një pyetje të shkurtër, kontakt me njerëzit çdo ditë. Është një lloj, le të themi, paracetamoli europiane apo tani ato janë të mbushur aq me halle sa që jo. Patriku vazhdon hallet. Unë vazhdoj hallet, një thotë. Unë ndjek Patrikun çdo mëngjes në radio. Ti je kryeministri i halleve, i tha një televizionist, ishte spektakolare. Nuk ndalon. Kryeministri i halleve, tha. Po Patrik. Jo, e ka tërhequr vëmendjen, mendoj mjaftrueshëm europiani, pavarësisht se tani jo të gjithë kanë mundësi se vëmendje e quajmë ne tani duke pas parasysh se Shqipëria luan në kampionatin europian, ne e quajmë tani vëmendjen në Francë. Në fakt jo, ka edhe këtu vëmendje, shikohen edhe ndeshjet e tjera, nuk shikohet vetëm Shqipëria. Unë jam munduar personalisht i shoh gjitha ndeshjet nga pak aq sa kam pasur kohë dhe mundësi, për fat mirë mbasditën e kam pak më në dispozicion. Por nuk besoj se është i vakët interesi apo e vakët vëmendja e tifozërisë shqiptare edhe për ndeshjet e tjera, jo vetëm për kombëtare.
Pra, mos ta shohim sikur vetëm kombëtarja e tërheq vëmendjen. Ja, ne po e shohim këtu që po bëjmë debat një orë, kemi një orë që bëjmë debat për Gjermaninë. Kjo do të thotë që po e shohim pra. Gjermaninë me pak që po e shikojmë. Profesor, ngelemi dhe pak te derbi anglisë që thash, a ju duk kjo Anglia pak më tërheqëse se ndeshja me Rusinë apo? Jo, ndeshja e parë Anglia ishte më mirë. Me thonë drejtën me Rusinë, po kishte normalisht edhe i kundërshtar më dobët, sepse unë them personalisht, atë që kom parë Rusia me Ukrainën janë skuadrat ka pëlqyer fare. Sot kishte i kundërshtar Walesin, skuadrë shumë të fortë, që pjesa më e madhe e futbollistëve të Walesit luajnë në Angli. Dhe pati shumë vështirësi, sidomos në pjesën e parë. Nuk u shfaq fare Anglia, por patjetër që Anglia ka lojtarë shumë të talentuar dhe zëvendësimet e bëra në pjesën e dytë. Kjo tregon që ku ke stol të mirë, ku ke ashtu ke edhe skuadër me futjen e Vardit, nga shënuesi më të mirë të Leicesterit, po njëkohësisht e Staric në krahun e majt. Apo gabon se po këmbgul edhe si ngjashëm me Gjermaninë profesor trajneri i kombëtarës angleze duke luajtur me Sterling domosdoshmërisht apo me një lojtar që nuk është në formën më të mirë. Ka futur Wardin dhe okay. Dëgjoj, unë parë thash, me futje këtyre dy futbollistëve ndryshoi totalisht mënyra e lojës së Anglisë. Që edhe fati që fitoi, normalisht në momentet e fundit. Se në ndeshjen e parë luajtën shumë mirë. Sot u pan disa pika dobta të Anglisë. Pyetje stade tani. Jam i bindur që ndeshjes tjetër sepse trajneri eksperimenton, shikon, fut këtë futbollist një herë, dy herë, nuk do të fusi herën e tretë. Unë jam i bindur që ndeshjen tjetër Hodgson do aktivizoj patjetër këto dy futbollistë. Ashtu sikurse Gjermania nuk mund të funksionojë me atë skemë, nuk do luaj Götze, jam i bindur, ja flasim që ka luajtur Gomes dhe ose Schürrle në vend të Krautmajt. Pra do ndryshoj vendosje. Nuk janë në formë, nuk është problemi i Gjermanisë ka këtë skemën pas sulmus. Por lojtarët nuk i kanë formë pjesa sulmuse, atë që thash. Dhe të shih normalisht zhvilloi dy ndeshje, shikoj mirë ndeshja parë kaloi sepse kur fiton i mbyll hallet. Edhe ajo kishte hezitimet e veta. Nxori probleme. Kështu që jam i bindur që edhe Lövi do ndryshojë vendosjen dhe lojtarët. Anglia ka përshtypjen se është ekipi të paktën nga ekipet e mëdha deri tani më në formë sa i përket krijon raste shumë. Teknikës që kanë fushën e lojës, sepse mbrojtja e kompletuar nuk është se ka pas probleme. Mes fusha shumë e mirë. Anglia është një skuadër që ka shumë talent tani momentalisht. Pikërisht pra, është në formë. Edhe në mbrojtje, edhe mes fushë edhe në sulm. Po kjo ka probleme se i ka shumë të rinj. Profesor, më fal, mos e pash gabim unë e kam, por më duken të paktën sot të padisiplinuar. Po. Është edhe ky një problem që e kanë anglisht. Kam shumë frikë, e kupton? Sepse mund dështoj. Prandaj thash për Sterling, sepse Sterling as në një moment nuk lua në mënyrë skematike me skuadrën. Normalisht është një vrap i kohë që shkon përplas një top diku në mbrojtje në kundërshtar dhe kaq. Kështu që edhe Anglia edhe Gjermania do ketë ndryshime në formacion, sidomos në pjesën pasoi ai vet. Anglia sot siç barazoi ndeshjen e kaluar në sekondën e fundit, Walesi me kokë. Rusia ka humbi 3 pikë, sot fati i shkoi që i mori 3 pikë. I fitoi 3 pikë. I mori 3 pikët, por unë do të thoj jo që Walesi pati në skuadër që mund ta Anglisë, sipas me çepash unë ndeshjen. Natyrisht i ka një Gareth Bale që sikur çdo formë ta gjyja topin hyka gol, edhe me portira të papërgatitur për këtë lloj gjytjesh, por po të jenë më disiplinuar nga ana taktike, pra po mos dalin nga këto skemat që natyrisht mosha bën veten, janë akoma të papjekur për të tilla kompeticione të këtij niveli kaq lart, po mos kthehen në atë indisiplinimin anglez karakteristik të tyre të gjitha skuadrave. Pra Capello ka thënë pse ike nga Anglia, ika nga birrat. Kur iku nga Rusia, ika nga vodka, pra domethënë janë probleme këto. Megjithatë, më shuaj skuadrave. Që ta mbyll. Ka një të lutem. Jemi po? Ja, se kështu të thosh. Është Anglia në perceptimin tim quhet e kualifikuar, them unë, sido që të shkojë grupi është e kualifikuar, dhe nuk do të jetë në ato skuadra që do të shkojë deri në fund trofeut për shkak të kësaj disipline, edhe të këtij mos koordinimi mirë të gjithë veprimeve të gjithë këtyre komponentëve që ne folëm. Sido që të ndodhi, më fal, Viola, sido që ndodhi Dasara, qoftë një Francë, Gjermani, Francë, Itali, probabël në finale, do bashkohen bashkë kanë përshtypjen kundër Francës. Paktën do jetë ndjesia shqiptare. Apo ndodhi kjo? Nuk ka shanse në finale me Francën. Nëse dalin dy në vend parë, takohen diku ke
çerek gjysmëfinalen duhet. Në basë skema. Me gjitha të, kur do që të ndjesia kundër Francës do bëhet në një farë mënyrë, jo se ata vodhën gjë, në fundit shënuar në minutat e fundit, por fakti është që gjithmonë na tërheq Patrik neve ndjesia që na duket tashmë na është bërë gogol dhe ermi ky. Unë nuk i natosa me Francën. Do ishte më mirë ta fitonte Franca Europianin, thoshim Franca kampion e Europës, ma mundi në minutë fundit. Do ishte bukur dhe kjo. Diçka e mirë ndodhi në kampionat evropian, luajtëm organizatorë, Kjo është vërtet. E çuditërisht vazhdon të quotohet si favorite, pavarësisht se ka bërë këto lojra që kemi parë deri tani. Po Spanja, profesori thot Spanja. Ja, nesër luan Spanja dhe... Spanja është kampion e botë, kampion e Europë, normalisht është president kryesor. Do flasim tani. Edhe Spanja ka një avantazh, sepse është 90% është po e skuadri ka dalë kampion e Europë. Është konsoliduar si skuadër, vërtet. Janë shumë luajnë përmes me njëri tjetrin. Është më qëndrueshme si skuadër. Po pret Itali, profesor, sepse ethet e tifozëve italian ka Italia është në fakt Italia Gjermania. Italia është tani Italia ka qenë këtë vështrimin. Italia Po tash të gjitha nuk mund të jenë si u paraqit në lojë. Edhe Gjermania është, edhe Italia është, edhe Spanja është. Nesër Ibrahimovic duhet shënoj pari para Ronaldos për të thyer atë rekordin që ka me Ronaldo, kështu që... Po, janë në barazim me gola. Flasim pak. Kështu që Italia ka vështirë. E thashë pak më parë ethet edhe duket se Gerti është pak në ethet që në orën 15 do shohim ndeshje interesante të bukur. Mirë, do jetë gjak ftohtë. Ne shkëputemi për publicitet dhe rikthehemi me kronikën e ndeshjeve më të rëndësishme për ditën e nesërme, Itali dhe Spanjë Turqi më pas. Italia do të rikthehet në fushë në kuadër të raundit të dytë të ndeshjeve në grupe. Përballë të kaltërve do të jetë Suedia, që fabrikon kujtime të hidhura për të gjithë italianët. Pasi në Europianin e vitit 2004 ishin pikërisht suedezët, ata që barazuan në fund me Ibrahimovic, duke i nxjerrë jashtë turneut të kaltrit. Historia tashmë duket krejt tjetër, sidomos pas paraqitjes mjaft të mirë të azzurrëve në ndeshjen hapëse të fituar 2-0 ndaj Belgjikës. Përsa i përket formacionit, Antonio Conte ka vetëm një dyshim, që ka të bëjë me gjendjen e Graziano Pelés, i cili po vuan nga një dëmtim në kavilje. Në skemën 3-5-2 në kuadrat do të jetë kapiteni Buffon. Treshe defensive do të jetë e veshur e gjitha Bardezi me Barzalin, Bonucci dhe Chiellini. Në mesfurt do të rezervohet një vend Deshilios, e më pas Parolo, Mota, Giaccherini dhe Bernardeschi. Ndërsa në sulm do të vendoset Immobile dhe nëse nuk ja del Pelé, do t'i besohet Simone Zazes. Në anën tjetër, trajneri Hamren do të përdor modulin 4-4-2 me Isakson në port, kurse mbrojtjet do të formohet nga Johansson, Lindelof, Granqvist dhe Olsson. Në mesfurt do të vendosin Larsson, Kim Kallström, Levicki dhe Forsberg. Dyshja ofensive do të jetë përbërë nga Guidetti dhe kapiteni Zlatan Ibrahimovic. Në letër italianiste e favorizuar, por të kaltit na kanë mësuar me befasi, si në sensin pozitiv, po ashtu edhe atë negativ. Kjo si do të luhet në orën 15 në stadiumin e Toulouse-s. Spanja, kampion e Europës në fuqi, do të kërkojë kualifikimin në fazën tjetër në sfidën përballë Turqisë. Iberikët mposhten edhe pse në minutat e fundit të Republikën Çeke dhe do të kenë shansin të mbyllin praktikën e fazës së grupeve në takimin ndaj ekipit të Terim. Trajneri Del Bosque pritet të bëjë vetëm një ndryshim në formacion, duke aktivizuar Pedro në vendin e Nolitos, me sulmuesin e Celta Vigos që nuk dhuroi një paraqitje pozitive në ndeshjen e shkuar. Në skemën 4-3-3 në por do të jetë De Gea. Mbrojtja do të formohet nga Juan Fran, Sergio Ramos, Piqué dhe Alba. Në mesfushë do të rështohen Andres Iniesta, Busquets dhe Cesc Fabregas, kurse pjesa ofensive do të përbëhet nga Pedro, Alvaro Morata dhe David Silva. Ndërkohë që kjo përballje mund të jetë edhe treni i fundit për skuadrën turke në këtë turne. Trajneri me mjaft përvojë Fatih Terim ka dy dilema që kanë të bëjnë me gjendjen fizike të Gonjul dhe Mehmet Topal, të cilët nëse nuk ja dalin do të zëvendësohen nga Shemi Kata dhe Sheber Obayrakli. Në fazën sulmuese tekniku 62 vjeçar do t'i besoj Arda Turanit, Çalhanoglus dhe Morit pas krave të Burak Yilmaz. Ky duel do ta ketë zanafillën në orën 21 në Allianz Rivera të qytetit të Nicës. Mirë, themi, profesor Duro, Italia e Pogonit dhe Rionit nesër sot shfaqet në fushë. Një Itali e cila kërkon të marri hovin dhe marshin e dytë. Gjitho skuadrat që kanë fitu ndeshjet e para, normalisht janë më të qeta.
nga shumë aspekte, ndër këto hyn edhe Italia, ka arritë fitoj një ndeshje shumë kushtisht e favorit me Belgjikën, arritë të fitoj 3 pikë, dhe pa tjetër të tashi fillon edhe llogaria. Unë jam i bindë që nesër normalisht do jenë shumë më të kujdesshme, sepse edhe me 2 pikë Italia kalon në grupin, mund bëj edhe në rotacione, pra që tjetë shumë e gatshme për ndeshjet çertifinale. Këtë që bëj Italia, edhe të skuadrat tjera normalisht që e sigurojnë kualifikimin, është normale që të bëjnë këto rotacione, dhe të jeni më qetë, bëjnë edhe llogarit për problemet e pikëve. Problemet e pikëve. Patrik, të paktën deri tani ka dhënë një performancë. Ju thatë surprizë. Të them të drejtën, mua ka surprizuar Italia për mënyrën se si luajti. Se jemi mësuar ta shohim gjithmonë Italinë që luajnë gjithmonë atë futbollin catenaccio që i thon, por luajti edhe catenaccio që i dha efikasitet, po një skuadër organizuar, një përkthim i Contes në fushën e lojës, të paktën më sa mund ta lexoj unë taktikën, se profesori ndoshta më lexoj mirë. Një zbatim, ajo që nuk e bën Anglia, apo edhe Franca, siç thamë ne më parë, e bojnë italianët në mënyrë të shkëlqyer, pra luajnë në skema të perfekta. Luajnë perfekt italianët në neshën e parë, nuk e di se çfarë do ndodhë. Po gjete personin e gabuar. Tani si e zgjidhni këtë histori? Pun televizori, Gjermani, Itali? Në familje, ma? Dëgjao. Thujnë televizorin si e i turku. Dëgjao si qëndronë problemi në familjen tonë. Këtë Europian jemi tifoz me Shqipërinë të gjithë në familjen tonë. Kjo është e pa diskutueshme. Me VKM? Me VKM? Sigurisht. Nisër barazim Italia. Kaq. Barazim, thot Italia? Pragmatiste. Nisë Italia, edhe pse fitoj s'bëri një superloj? Një top. Një top. Ato gënjen, nuk është do të thot gjë tjetër. Kjo është një qëndrim tipik i një tifozi gjermane. Qysh Italinë time, po shqyqyr që sonte e ndam dhe me Real Italinë. Se mbajtet do të gjithën për vetë. Po pra, jo, për fat në ndau, sot se zakonisht e kam unë Italinë time. Si ndjesh që ekipi zemër për shembull hyn në një kampionat evropian si surprizë? Surprizë. Ishte një si Shqipëria. Nuk thash surprizë Italia. Surprizë mënyra se si mënyrën se si fillon një fazë finale. Sepse Italinë jemi parë ta shohim gjithmonë me hap. Për ta kthyer serioze bisedën. Ne rregullojnë gjatë ka bërë ndeshjen e duhur pra prishin gjatë rrugës. Në mënyra më perfekte për të mundur Belgjikën. I ka përdorur gjitha format, siç i përdor zakonisht. Çfarë gjitha format? Me efekt plasive. Po edhe ato mbrojtjet kështu ato faullat italian quhen. Edhe e ka presuar, edhe e ka mbajtur lart, edhe nuk ka luajtur futboll, po edhe ka luajtur futboll në fazat veçanta. Pra edhe ka prishur dhe ka ndërtuar. I vetëm mënyrë për ta mundur dhe onori al meritus. Unë di ku do dalësh asnjë nga ato. Hilet e famshme të shtrirjes nuk kanë ndodhur me Belgjikën. Tash ti. Aty ishte vetëm vrapim profesor. Po kemi mundësi, asnjë nga hilet që mund mendosh ti. Ne kishim atë natë Denjoni koleg gazetar Andreika, shanti italian, nga fillimi deri në fund dhe nuk u shpreh në asnjë moment. Po lëre patësh nxjerri kronikën, nxjerri faullat e Italisë. Po i kanë nxjerrë futboll, por plotësisht. I kanë nxjerrë. Tu i duke fut kot, i kanë nxjerrë. Si se dhe voleyboll. I kanë nxjerrë edhe Rai. I kanë nxjerrë edhe Rai. Shojmë Gertin në version tifozi, jo më gazetari. Kam dalë për shqimet. Po del nga vetja krejt fare. Çdo tifoz del nga vetja. Kam dëgjuar profesorin. Po këtu është moderatorës mund dalë. Jo, Viola thotë për parashikim, pak a shumë e thash, Italia do jetë shumë e kujdesshme nesër, sepse është normal edhe i barazim. Boto lëvizet. Jo, profesor, vetëm një moment, ajo që tha Pogoni, i shfrytëzoi të gjitha ato. Po kjo është aftësia e Italisë. Pra skuadra, jo futbolli kështu është. Ne s'bëm atë ca hile në fund fare, djesë do kishim marr pikën. Do jepin edhe funit. Po e kuptoj që desha më të edhe ato hilet janë pjesë e futbollit. Shqipëria shkoi deri në 90. Unë jam trajner, takot flas kështu, po është pjesë e lojës. Irlandezë veriore sot bën spektakël. Italia i bën gjithë, Italia bën mbrojtjen perfekte. Bën kundërshurmin. Fantastik. Tashti për hile italianët mbahen në botë, jo në Europian. Bën edhe mbrojtje perfekte. Njifen hilet e tyra, ta hile qatë baruar, po. Të mirë, të shpejt, shënon edhe 2 gola. Gjermania nuk bën hile. Gjermania bukurin e ka tek ju nuk bën hile. Ndeshjen perfekte për të mundur Belgjikën. Nuk është emocionale. Futbolli ka përmbledh në kompleksitet gjitha këto elemente. Tash, edhe ajo hilja për të vënë lojën kur janë në avantazh.
Unë thash Tuluca, Qimboca i le. Jo, janë i leqarë, se të përshë strategjia se italiane e kishin ngrinë në një nivel më lartë. Italia është i leqarë. Italia, flasim pra ma, unë nuk jam... Mirë, ne më tash i flasit i futbollit. Trajneri Belgjikës ka marrë këtu me nuk jam se jam simpatizant i futbollit italian, por italianët janë të rrezikshëm. Janë racional, luajnë futboll, kanë futbollista shumë. Unë nuk jam tifoze futbollit italian, po Italia ka futboll. Kështu e kam gjithmonë këtë problem me... Trajneri i Belgjikës ka thënë ne luajtëm me këmbë, italianët me duar, sepse vetëm kështu din të lozin ata. Nuk i qëndron shumë, asaj neshe nuk i qëndron shumë. Ta shohë vetën neshe tjetër në shtëpi, vazhdoj me Italinë. Ai të shikoj gjithë skuadrë, gjithë talente që ka. Super talent Belgjika. Po fitoj edhe këtë javë, shkon në shtëpi. Po shkon në Itali. Italia ka dominuar, ka fitu me plot merit nesër me Belgjikën, në gjithë aspektet e lojës. Mbaj shënime. Kur ndërkohë që ishte favorit, ishte Belgjika, edhe fitoi Italia. Mbaj shënime po gon. Kjo nuk është auguri mirë për italianët, nëse flitet. Jo, italianët lozin gjithmonë me një efekt kështu të gënjeshtërt në fillim, Blet Koka, zakonisht me karizmën shkruan, ta tifozët e Gjermanisë sot janë kaq të smur, sa që dhe kur japin të hanë një biskot, mendojnë se është gol i Zhvajnit. Unë nuk bëhem me Blet Kokën se është tifoz me Tiranën e ignoroj komplet. Ai nuk di të zgjedhë skuadrat e duhura. Nuk di të zgjedhë skuadrat. Ne në futboll, unë dhe Blet Koka në futboll jemi definitivisht kundra, kështu që Armiq. E ignoroj komplet. Mendimin e ti e ignoroj komplet. I rezervoj të drejtën e replikës. Nëse do jetë tu, besoj do jetë, do të të lemroj që të dëgjosh replikën. Po mirë në si e për balë, se... Më mirë. Nja të regoj unë aty. E Glendi. Mirë, Glend? Po, Gerdi, po, Viola? Atere, qa ndodhë? Do të anis me Ukrajinën, nëse regjia më ndimon, u gjetë arsye sepse unë poshtë Ukrajina në ndeshën e sot me kundër Irlandës Veriut. Kemi një foto. Ne i bjonde? Jo, ka një arsye tjetër që lidhet pak me rusët në përgjithësi, po sa të ne pasqyroi regjia. Kjo është në pjesën e dhomat dhe zhveshjes, një thes me bira, edhe birat për jashtë, do me thënë, ishim gjysmë të deur lojtarët e Ukrajinës, kështu që Ukrajina dhe kur është në rregull ka probleme, të janë dhe deur. Këto do i kenë pirë irlandezët, po atyre nuk u bën efekt, Glendo. Mos e zhe irlandezë. Informacionet që vinë nga dhomat e zhveshjes Ukrajinës. Më pas nëse kanë qenë bashkë aty, pastaj tjetër mohabet. Për të vazhduar? Ka në fakt një informacion jo të mirë, pra që një tifoz i Irlandës Veriut ka humbur jetën gjatë ndeshjes, një 64 vjeçar, pra ka psuar artak kardiak gjatë takimit dhe pavarësisht ndërhyrjes me një hershme të mjekëve të urgjencës nuk kanë arritur të shpëtojnë jetën tifozit të Irlandës Veriut, pra kjo është pjesa negative dhe janë ngjarje që për fat të keq ndodhin. Sepse ishte goli i parë europian i irlandezëve veriorëve. Një pjesa emocionale që ka ndikuar edhe tek ky tifoz dhe kjo është jeta, nuk e ndryshojmë dot domethënë. Përsa i takon pastaj tabloideve të ndryshme për ndeshjen e Gjermanisë, Bild që është edhe e përditshme më e njohur gjermane shkruan Polonia 0 dhe Jogi 1, por duke qenë që unë kam problem me gjermanishtë, nuk e kuptoj pse ka këtë titull që Polonia 0 dhe Jogi 1, se nuk është se Joachim Löw bëri ndonjë çudi të madhe për të merituar avantazhin këtë pikë. E mirë, mja thuaj aty tash. Mja se tash duam ne muzikë, kupton? Jo, muzikën do ta gjejmë, nëse ta duash gjitha llojet, po. Gjermane e dua. Gjermane, po ke ato tic-tac-toe, ka qenë një grup i vjetër. Këto të Partizanit e nxjerrin X gjithmonë. Ndërkohë që përsa i përket Gazzetta dello Sport shkruan një Gjermani e shëmtuar, por e mëshiruar nga Polonia. Kjo është Gazzetta dello Sport e përditshme e njohur italiane. Marka që shkruan Gjermania dhe Polonia të dyja u nda në barazim që i bën mirë të dyja kombëtarëve, pra shkruan Marka e përditshme spanjolle. Përsa i përket The Sun, dhe The Sun është i mendimit pra tabloidi i njohur britanik që Gjermania ishte me fat dhe e mori me fat pikën kundër Polonisë. Kjo përsa i përket faqeve kryesore të medjave më qendrore të Europës. Mirë, Glend, faleminderit. Faleminderit. Shkojmë shohim. Gerdi, ti ishe kryeredaktori Corriere della Sera apo jo? Ti je kryeredaktori Corriere della Sera apo jo? Në inbox. Do ishte mirë, do ishte shumë mirë. Prestigjioze më. Mirë. Shkojmë shohim kuotat. Super koeficient ka Italia për ditën e sotme, në ndeshjen Euro 15 me Suedin 2.05 kuotohet fitoria e Italisë dhe janë kuotat e kompanisë Euroloto, partnere me programin ton, 3.2 barazimi, 4.2 fitoria e mundshme e Suedisë. Kanë lënë hapur një mikrofon, po që vazhdo se dëgjoj. Sakt. Me 3 gola, ndeshja Itali-Suedi, koeficient i bukur, po gonë, 2.4. 3 gola. Vej, qa ke për Italinë vej? Unë po lexoj. 1.55, 0 deri në 2 gola. Këto janë koeficientet e takimit Itali-Suedi.
ndeshja orës 15 ditës së sotme. Republika Çeke Kroaci. Një tjetër ndeshje, cila edhe ajo do të zbresin kroatët përsëri. Kroacia do jetë besoj favorite. Super skuadra Kroacia. Po, sakt. Kroacia favorizohet në këtë ndeshje me koeficientin 2, Çekët 4.3 dhe 3.25 barazimi. Edhe këtu koeficienti golave shikohet me vështirësi për over. 2.3 dhe 1.6, 0 dhe 2 gola. Shumë i lartë. Dyshi Kroacia shumë i lartë. Dyshi Kroacis 2. Që e interesant shumë. Spanjë-Turqi, ndeshja orës 21, 1.5 kotohet fitoria e La Rojas, kombëtare spanjolle, 4 barazimi, 8 fitoria e turqve, përsa i përket edhe rezultatit final me gola 2.05, koeficienti bukur me gola 23+. Dhe 1.75, 0 dhe në 2 gola. Nëse do të bëjmë një prognoz, Dasara për sot, Italia? Humbet, shumë bukur. Me sukses. Humbet. Po pëzëm pyet. Nuk e thash, mo që ke. Fiton Italia. Ti flet pa folur. Të thash ndeshjen e parë do fitoj Italia? Të solla dhe bluzë dhurat? Po them të fitoj prap. Përfitore Italia. Përfitore. E haroj fare. Po, Son gol për herë parë në Europian. Për son gol për herë parë në Europian. Kjo është një prognoz pragmatiste për të shkitur. Edhe koeficienti tregon që si ka punët mirë. Do të kishte pas 1.4, jo 1.5. 1.5. Profesor, ju tha tani tenton më shumë të barazimet. Italia nesër nuk humb. Nuk humbet. E bukur dhe kjo. Shumë interesante. E disa ishte koeficienti kush i bën gol Italis? Nuk ka gola, nuk humbet. Që i bën Suedia gol Italis nesër, 8 koeficient. S'është Suedia në skuadra që një goditje standarde, një gjuajtje nga goditje standarde Ibrahimovic. Goli bëhet edhe është basti madhe, kush i bën gol Italis është basti madhe, se luan futboll mirë. Se tani është i Tiranës, e ke parasysh. Pa dhënë një intervistë vjetër në gazetë. Po, thash, kam në 17 vjet që luaj derbi me Tiranën, nuk kam humb asnjë. Faktikisht s'kam humb. Ku më tha mu dhe jo kështu, po më unë thash i kam fitu gjitha, nuk kam humb. Pra, kam fitu gjysmën barazime. Unë thash i kam fitu gjithë derbe. Nuk kam humb. Nuk e ama. E kishte për Italinë. Po ne kishte për Tiranën. E kishte për Italinë. Jo, Italia tha nuk humb. Ora këtë kishte për Tiranën. Ai e ka për Partizanin më s'ka me. Je rregull me mua këtu? Partizani ai thash, ai e ka për Partizanin më s'kam humb asnjë. Gjysmën i ka fitu, gjysmën kam rregull. Ai ishte kështu për Partizanin. Edhe Italia thash pa ne thash nuk humb. Ku e kisha gjithë edhe ide. Nuk humb, pra se tash i filloi ato barazimet ato ku diun kështu. Megjithatë kemi për të parë sërish një ditë bukur, sepse janë 2 skuadrat nda përpos batutave dhe ndjesive tifozërie, janë 2 skuadrat nda për hir të vërtetës, edhe si Gjermania sot. Tifozët e Tiranës. Mirë, tani kjo histori është, nuk do pushoj kursin e mos. Nëse vjen në klub edhe mua më shajnë. Nesër do t'ju ndjekim live. Sot. Mirë, e ka shef. Natyrisht do të bashkojmë një tjetër skuadër, po gonit me sulqen nga Lionit, pak në duke patur ditët në vijim, sepse një tjetër parti niset për të parë ndeshjen e fundit, skuadrës përfaqësuese, shumë shkurt, profesor Nuhat, që ka klim të mirë, apo mund t'jenë prap ende të mërzitur? Ku? Kombëtare. Dgjallë, eksperiencë e kam normalisht një ditë mbas ndeshjes, gjithmonë kur keni rezultate zgënjys, dashje pa dashje janë ato gjendja psikologjike e morale. Si kalon kjo histori? Jo, arrosat. Nesër fillon stërvitja përqendrohet gjithmonë ke ndeshje. Është normale po. Kur fillon stërvitja nesër harrohet çdo gjë, domun përqendrohen për ndeshjen e ardhshme. Po një ditë mbas ndeshjes, edhe nata e mbrëmshme ka qenë shumë vështirë për ato, sepse dalin ato pjesët e momentet si e hëngë me golin, penqet e nëse zë gjumi kur morim në rezultat negativ gjithë natën s'flem, me thënë drejtën. Edhe ato është logjike. Sot ka qenë një gjendje kështu, e ke parasysh. Nesër fillo ajo pjesa e stërvitjes, harrohet, fillo puna, si çdo fush. Megjithatë do pritet edhe, nuk di nëse kemi një tabelë të gjitha renditjeve, do pritet edhe kalkulimi i mbarimi raundit të dytë, se do fillojnë kalkulimet, profesor. Gjithmonë nëse ne marrim një fitore me Rumaninë. Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Me golin e dytë që pësua është shumë e vështirë gol avarazhi. Në një farë mënyrë 0-3 gol avarazhi. Grupet i referohet edhe klasifikimet që vinë nga UEFA faktesh do bëhet kalkulimi se çfarë ndodh, por duhet mbaroj raundi i dytë i edhe po su kualifikoj. Ke pjesën më të madhe të ekipeve 3 pikë në vend të 3 dhe me 1 pikë, kështu që edhe po su kualifikuam, po kualifikohet gjë e madhe. Ke pa rëndësishme duke patur parasysh që 2 ndeshje kemi zhvilluar të gjitha pikë. Kemi zhvilluar të mira me dignitet. Ke parasysh e rëndësishme me Rumaninë të arrisim rezultat pozitiv, edhe barazim, e rëndësishme të luhet mirë. Kjo ndeshje që tjetë në vazhdën e 2 ndeshjeve të para, të mira, të pranueshme të kombëtarës tonë. Deri në fund të flitet mirë. Mirë,
kemi përfunduar këtu. Uroj Patrik një ditë në Lindon ta pilotosh temën edhe pse e ketë lirë. Unë kot nuk flej këtu sonde. Po e hape këtë histori, mua më qëllon të mbajmë të dy në zyrat posaçme nga një kështu. Mirë, nga importativa. SBA-ja me Ekuadorin dhe që shumë e bukur. Edhe është histori tjetër. Faleminderit që Patrik, Erion dhe unë uroj që të kolor të kesh vetëm të kuq. Kuq e zi. Ta mbyllësh kolor. Edhe kuq mirë se Partizani nuk është keq. Okej. Devila, faleminderit që ishe sot. Da Sara. Gjermania 8, si thamë shumë, dhe Shqipëria në gjë. Mbas e vim prap? Lasë për një gjë tjetër. Do eci? Pse jo? Mirë. Profesor, faleminderit, Pogoni, rrugë të mbarë. Rrugë të mbarë, që pak dirë, Faleminderit. Theu me lajmet mirë. Si ta tham Pogono, sigur me zor po të mbani, me sa do ikë. Ty dhe Sulçen kanë kështu. Edhe unë do bëj ca ditë pushime shumë mirë. Ty dhe Sulçen kanë kështu, duam vetëm Skype 5 minuta jam shumë. Po, thyje me fitore, pastaj unë dhe Sulçja. Inshallah ke kom në Po, kësuet me fitore, unë do iki shiftu të ju lejuva. Do iki. Mirë, tu kemi përfunduar. Falenderojmë edhe sponsorët dhe partnerët të programit tonë, përfshirë edhe butika Andrea Bosi Prang Ring Center, përveçën time, por edhe gjithë sponsorët që bëjnë të mundur këtë rrugtim deri në 10 korik. Kampionati ka hyrë në fazë të bukur, bëhet i bukur, batutat janë prezente. Dasara ndoshta me të drejtë, çiko, ndonjëherë moderatorët nuk duhet pozicionohen për tifozëri, por i pranon ndoshta një europian dhe një botëror të shfaqen këto sepse Jo gazetarët sportiv po hajt më. Po hajt më. Ose të paktën ma dha një lloj permeso. Jo, është të zjartë sa është Gerti. Duhet vlerësuar sinqeriteti se kolegët e tu nuk e bëjnë. Kështu. Dasara Gerti nuk përmban dot të furi për italianët. E të kuptojnë shumë mirë. E të shumë mirë, me mos folë. Si e tha se se gjova. Edhe ata s'kuptojnë fare se me ka janë këto, në fakt. Ata tjerë. Mirë. Ta e deklaroj. Po, shumë e vërtet dhe unë e falenderoj, ka dhe një lajm nga futbolli shqiptar që Korça do të hidhet do të kthehet në Champions League. Një lajm shumë i keq. Shumë i keq. Preson falenderoj. Pse profesor, çfarë ndodh konkretisht? Nuk është problem e mund ndodhë dhe Partizani dhe Korçës dhe Tiranës, rëndësisht dhe ishte i goditje e madhe për futbollin shqiptar. Imazh. Po, është e vërtet, është e vërtet. Nuk është problem. Ndoshta do pastroheshim mirë e mirë. Kjo që ndodhi ta meritoshin edhe Patrik. Champions League sa kështu. Rëndësishme është të luaj ajo që e ka merituar, nuk ka rëndësi. Tani pa hyrë tifozliku, Skënderbeu e ka merituar titullin. Ne rrafëm Skënderbeu. Korça e Violës, që është kampionja në fuqi. Unë kam dalë hapur prej. Po tash ti të atakon. Viola mos dili hapur, nuk dukesh e fare që je me Korçën. Ka problem, e kam për krenari. Në shortin e datës 20, vetëm pas pak ditësh, do t'jetë në vazot e UEFA Champions League skuadra e Skënderbeut dhe natyrisht një lajm i keq për Tiranën që nuk do të marrë pjesë në UEFA Europa League, por edhe më tepër tifozët e Partizanit që do të luajnë në UEFA Europa League së bashku me Kuksin. Kaq për këtë mbrëmje, ju falenderoj që ishit me ne, takohemi po sot, por në pjesën e fundit të ditës, shihoni ndeshjet, shihoni Spanjën, shihoni Çekin, po të doni shihoni Italinë. Mirupafshim. Humbjen e Italisë. Natën e mirë. Let's close